Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitik në këtë sezon të ri së bashku. Çdo të martë në orën 21 në ekranin e televizionit Ora News në debatin kryesor për ekonominë. Në ditët e fundit të dhjetorit, më konkretisht në datën 29 të dhjetor, pas një seance maraton diskutimesh dhe debatesh, Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi 3 drafte të rëndësishme. Buxhetin 2017, paketën fiskale që e shoqëron atë që nënkupton taksat dhe tatimet që do të paguajnë të gjithë banorët e kryeqytetit këtë vit, si dhe planin urbanistik të qytetit që konsiderohet nga drejtuesit e bashkisë edhe si kushtetuta për zhvillimin e kryeqytetit në 2 dekadat e ardhshme. Kanë qenë 3 ligje të rëndësishme të cilat hasën në debatet forta, në akuza dhe kundërakuza mes palëve politike përfaqësues në Këshillin Bashkiak. Por si përkthehen këto për qytetarët, çfarë përfitimesh do të kemi të gjithë ne dhe biznesi, për këtë flasim sot. Me mua në studio, Arbian Mazniku, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, shënjësisht. Pjesë e diskutimit sot me ne Mateo Spau, këshilltari i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Mirë se erdhe, zoti Spau. Mirë se vjen, faleminderit. Klotilda Ferhati është kryetare e grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak, pjesë e panelit sot. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ariana Çela, pjesë e diskutimit sot me ne, këshilltare e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Mirë se erdhe. Falenderoj për ftesën. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi, ndjekim një sert për sa i përket piketave kryesore të buxhetit 2017, shtyllave kryesore, çfarë parashikon ai, më pas rikthehemi në studio për të diskutuar. Pas debateve të forta në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të 29 dhjetorit, Bashkia e Tiranës e ka tashmë gati buxhetin e këtij viti. Drafti kap në total vlerën e 15.3 miliard lekëve, duke përfshirë këtu edhe 650 milion lekë të mbetura nga viti 2016. Kundrejt vitit që lan pas, buxheti parashikon një rritje prej 2.9 miliard lekësh. Bashkia parashikon të mbledh 7 miliard lekë si të ardhurat tatimore, 4.8 miliard lekë si të ardhura jo tatimore, ndërsa të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar pritet të jenë 1.9 miliard lekë. Për sa u përket shpenzimeve, parashikon 6 miliard lekë investime dhe 8.3 miliard lekë shpenzime korrente. Ndër projektet kryesore të këtij viti janë zgjerimi dhe sistemimi i shtratit të Lanës, pylli orbital me mbjelljen e 2 milion pemëve në brezin e ri të qytetit, terminali transportit, rrjeti minimal i biçikletave, 17 shkolla të reja dhe vazhdimi i rehabilitimit të rrugëve të Tiranës. Zoti Mazniku, është konsideruar nga drejtuesit e bashkisë si buxheti më i madh, me një rritje gati 2.9 miliard lekë kundrejt buxhetit të vitit 2016. Ku do ta bazoni këtë rritje të buxhetit në kushtet kur nuk ka rritje apo luhatje dhe ndryshime në nivelin e taksave dhe tarifave? Pra, lajmi i parë i mirë është që për sa i përket pjesës së qytetarëve dhe bizneseve në qytet nuk ka asnjë ndryshim të taksave dhe tarifave, por nga ana tjetër nisur nga një set indikatorësh të menaxhimit të këtij viti, ne besojmë që ka hapësirë të mirë për të krijuar të ardhurat shtuara gjatë vitit që vjen. Spari, një ndër rritjet më të mëdha vjen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Plani i ri që u miratua gjithashtu dje krijon mundësinë që të hapet në mënyrë më funksionale, sistematike dhe të qëndrueshme tregu i ndërtuesve në ndërtimit në qytet. Duhet pas parasysh që tipikisht Tirana shtohet me rreth 20.000 banor të ri çdo vit. Me një logjik normale, familjesh prej 4 veta, do të thotë që në mënyrë konstante ka një nevojë për rreth 4.000 apartamente të reja në vit, dhe nisur nga kjo logjik, kemi përllogaritur se sa hapësirë të re njerëzit që shtohen në qytetin e Tiranës kërkojnë në mënyrë të përvitshme, ndaj edhe kjo është dhe vlera që ka sjellë një rritje të ndikueshme në taksën ndikimit në infrastrukturë. Së dyti, për sa i përket tarifës së parkimit, ne si vjet presim 2 zhvillime të reja. Spari në njërin anë do të vijojë funksionimi dhe shtimi i rrugëve që Këshilli Bashkiak tashmë ka vendosur që mund të jenë rrugë të tarifueshme. Ka filluar tashmë procesi i vizimit të një pjesë të rrugëve, por kjo proces do të vijojë. Gjithashtu, gjatë këtij viti hynë në funksionim 2 parkimet e reja nëntoksore që janë në ndërtim, parkimi në sheshin Skënderbej, që është një parkim i ri, i cili është në fazën e fundit përfundimtare të tij. Ne besojmë se në muajin prill ai do të jetë i aksesueshëm nga publiku. Gjithashtu parkimi tek ish stacioni i trenit është gjithashtu në fazën e tij përfundimtare, që do thotë kombinimi këtyre 2 parkimeve publike të ndërtuara sillin të ardhurat shtesë për në zërin e parkimit, që është zëri i dytë që ka rritje më të madhe. Gjithashtu për sa i përket taksës së hotelit,
teorikisht sipas ligjit çdo hotel pagon një tarif për çdo shtrat që përdor, por sot në lek, po në lek, euro në paketën para 2 por viteve ama në shperia. kjo është një ndër tarifat që ka përmirësuar se keq një ndër nivelin më të madh të evazionit, pasi regjistrat e njerëzve që flenë për hotele nuk mbahen siç duhet. Ne jemi në fazën e fundit të mbarimit një programi kompjuterik i cili do të bëj një regjistër digital të personave që përdorin hotelet në Tiranë dhe ai do të ketë mundësinë që të lehtësojë shumë procesin e mbledhjes së takse duke gjithashtu përmirësuar këtë parametër. Ne kemi pas përmirësime të qëndrueshme këtë vit në taksën në tarifën e pastrimit, por besojmë që ka akoma mundësi përmirësimi në këtë tarifë. Së treti, për sa i përket taksës së pronës, që është një ndër kolonat e tjera kryesore të Dhe ka qenë problematike, le të themi, në çdo bashki. Në çdo bashki ne kemi lëvizur nga një realizim i kësaj takse në nivelin 7% në vitin 2015, një nivel rreth 92% këtë vit. Por sidoqoftë ne kemi funksionuar gjatë këtij viti me një taksë e cila është me një tarifë e cila shkon në faturën e ujit, por nuk është etaruar në mënyrë eksakte për sa metra banim ka çdo banor. Jemi duke mbaruar fazën e fundit të identifikimit real të çdo sipërfaqe banimi dhe gjatë vitit tjera do të shkojë çdo banori në mënyrë specifike për sa sipërfaqe banimi ka. Nëse do bashkangjitet pjesës faturës ujit dhe kur bëhet efektive, duke qenë ne besojmë që edhe kjo do të jetë gjithmonë nga prilli nga maj. Nuk ka një efekt mirëfill ka njerëzit, ajo në fakt në disa vende do ketë zbritje, në disa vende do ketë ngritje, por ama do të shkojë ke niveli që çdo banesë sipas sipërfaqes banesës që ka, do të marrë një faturim eksakt për sipërfaqen e shtëpisë që ka. Qëllimi nuk është se ka ndryshim në nivel takse, por do paguen të gjithë edhe ata që deri më tani nuk e kanë paguar, kjo automatikisht do sjellë rritje të ardhurave. Zoti Spau, duket se fokusi tek evazioni në sektor si hoteleri turizmi, pjesa e taksës pronës që ka qenë e ndërtimeve që ka qenë gjithmonë problem në gjitha bashkitë dhe pushtetimet ndorë në Shqipëri, një menaxhim i mirë duke pasur parasysh perspektivën e zhvillimit. I shihni si shtylla për të garantuar një realizim në planit të ardhurave, sipas planifikimit të bërë në buxhet? Pak më parë u tha se ky është buxheti më i madh, po realisht është buxheti më i madh, por për mendimin tim nuk është një lajm i mirë, sepse sa më i madh është buxheti për bashkinë, aq më i vogël është buxheti për qytetarët dhe për xhepat e tyre. Pra unë besoj se paret nga shërbimet që merr pastaj. Sakt. Pra duhet gjetur ai elementi i kompromisit. Dhe elementi i kompromisit është sa mirë ditë i shpenzoj Bashkia e Tiranës parat dhe sa mirë dinë të shpenzojnë qytetarët me nevojat e tyre. Unë besoj se qytetarët dinë të shpenzojnë më mirë sepse e dinë se ku i pikon çatia, ndryshe nga Bashkia që shikon edhe ato që janë interesat e veta, veç interesit të përgjithshëm. Një nga elementet më të rëndësishme që do të fryk këtë buxhet është 20 milion euro ose 27 miliard lekë të vjetra taksa nga ndërtimet e reja. Ndërtimet e reja që vetë zënë sekretari i Bashkisë pak më parë tha, duhet të jenë rreth 4.000 apartamente. Dhe duke marrë parasysh taksën që është rreth nga 4 në 8% të vlerës së shitjes, kjo që do të thotë mesatarisht 60 euro taks për metër katror. Dhe do të thotë rreth 50 ose 60 ndërtime të reja, pallate 10 kaçe ose kulla. Në gjithë Tiranën, pra vetëm vitin e ardhshëm, qytetarët e Tiranës do të kenë 50-60 kulla të reja. Në vetvete, Tirana ka nevojë për rreth 3-4.000 apartamente të reja në vit, por çështja është se ku do ndërtohen këto. Pra, këto do ndërtohen në zona periferike ose në lagje të reja apo do ndërtohen në qendër dhe në zonën afër qendrës. Unë besoj se në zonën afër qendrës dhe në qendër në Tiranë nuk ka më hapësirë dhe nuk është mirë që të ndërtohet më. Sepse kjo gjë do të krijonte edhe dëm të drejtë për drejtë ekonomik për gjithë ata që banojnë në qendër, edhe dëm nga pikpamja infrastrukturore dhe vështirësim të cilësisë të jetesës. Në krau tjetër, është folur pak më parë për parkingjet. Për parkingjet Bashkia parashikon të marrë më shumë se 3 milion euro në çdo vit, ose gati 5 miliard lekë të vjetra, 50.000 lekë për çdo makinë. Pra gjithë ata që kanë nga një makinë, mesatarisht e kanë 50.000 lekë pagesën që Bashkia pres të marrë vitin e ardhshëm nga ata. Pavarësisht kartës së rezidentit, dhe nga krau tjetër, pjesa më e madhe e këtyre vend parkingjeve nuk janë këto parkingje nën-toksore për cilat po flasim, por janë parkingje mbi toksore që përpara kishin një vit të bardhë, tani kjo vije bardhë është bërë vi blu. Pra nuk është një shërbim real që i kthehet qytetarëve. Mundet të vazhdojmë këtu përse përket taksave mbi hapësirat publike ose taksat për biznesin, që e kanë vështirësuar të i mase biznesin dhe situatën e tij. Jo më kot është rritur me 70% numri bizneseve të regjistruara në
qarkun e Tiranës, që nuk është vetëm Bashkia Tiranë, por është edhe Bashkia Tiranë, që është pjesa më e rëndësishme. Çrregullimi pasaj ha debat, sepse mund të çrregullosh për të ndarë në biznese më të vogla për të përfituar nga taksat e... Vetëm që më lejo ta them. Për vitin e kaluar, ose më mirë për vitin aktual, dhe për 3 mujorët e parë, pra deri në shtator. Kjo gjë qartë të zgjedhjet nga pyetësorët që janë bërë, ka qenë një nga ankesat, kanë qenë të çregjistrimeve, ka qenë pikërisht takset e rritura të Bashkisë Tiranë dhe një raport jo i ndershëm me anën edhe të administratës tatimore edhe vendore. Pra, në total, të gjitha zërat ku Bashkia e Tiranës parashikon që të mbush, le të themi, arkën e saj në vitin e kaluar, në këtë vit, ju mendoni se do të rëndojnë më tej klimën e biznesit dhe qytetarëve unë besoj se vitin e kaluar taksat janë rritur aq shumë dhe në atë mas sa vetë Bashkia thotë kemi buxhetin më të lartë dhe është të ardhurat që pret marri Bashkia midis në këtu 2 vite janë gati të trafishuara. Mirë administrim shihni apo vetëm rritje? Të lutem. Kjo rritje nënkupton që ti ke rreth trafishuar nivelin e përgjithshëm të taksave. Një ekonomi në 2 vjet të trafishosh nivelin e taksave e ka shumë të vështirë ti përgjigjet pozitivisht. Në momentin që ka nevojë për investime, në mirë administrim, shihni se do të kemi zë investimet. Rikthimit, pra të qytetarët, unë besoj se këtu ka shumë problematika që fillojnë sidomos me mungesën e transparencës. Okej, se do e diskutojmë. Ajo që do doja unë të theksoja në mënyrë të veçantë, absolutisht është parimi i parashikimit të ardhurave. Zoti Mazniku po përmendej pak më përpara, për sa i përket burimet e sigurimit të ardhurave, kryesisht nga taksat respektive. Ajo që ne kemi konstatuar nga një analizë në bazë të një informacioni të cunguar, do thoja unë, që është vënë në dispozicion të Këshillit Bashkiak, është që kemi të bëjmë... Keni bërë konsultime, s'keni qenë në dijenit të draftit që më përpara, sepse ekziston ligji i informimit publik. Nëse do t'i futemi aspektit se kur në është vënë në dispozicion, ka qenë vetëm 5 ditë paketa e propozuar, por në fakt në paket mungon informacioni bazë për sa i përket treguzve faktik të realizimit të ardhurave. Ajo që është shumë e rëndësishme për të kuptuar pse kemi ardhur me një parashikim të ardhurave në këtë mënyrë. Për shembull të themi për tarifën e zënies së hapësirës publike, është parashikuar që do të mblidhen të ardhura duke u rritur nga faktiku i 2016 në masën 217%. Tani më thoni, është realist si parashikim ky? Sikurse flasim për një parashikim me rritje të ardhurave nga tabela reklamuese 63%, apo tarifa apo të parashikimi për realizimin e të ardhurave nga tarifa e pastrimit, që do duhet të mblidhet nga familjarët në masën 50.4%, ajo që është shumë e rëndësishme për të thënë. Pra, ju po thoni që buxheti dhe planifikimi të ardhurave është jo realist, apo se qeveria do të Bashkia do të rregohet represive në mbledhjen e detyrimeve? Ajo që një nga pikat e diskutimit këtu është që kemi të bëjmë një parashikim jo realist dhe të fryrë të ardhurave. Dhe kjo është një konstatim që vjen si rezultat e një analize që i bëhet treguzve faktik të ardhurave. Nëse më lejon të flas për disa nga taksat të cilat nuk janë realizuar. Se nuk dua ta bëj shumë teknike. Dhe 2 elemente të rëndësishëm për cilët zërat kryesorë e hapësirës publike që kishte rritje mbi 200% dhe argumenti që dhe është nuk është një buxhet realist. I marrim argumentet më radh që mos ta lodhim dhe me çështje teknike audiencën. Zoja Ferrati. Unë do doja ta filloja pak nga paketa fiskale. Paketa fiskale e miratuar vjetë, e cila do të jetë në fuqi dhe në vitin 2017, është një paket fiskale e cila në fakt nuk ka rënduar në ekonominë dhe në zhvillimin ekonomik të qytetit. Nuk kanë ndikuar negativisht si që ta Mateo. Sepse biznesi jep të tjera argumenta. Unë kam zhvilluar vitin e kaluar këtu paketën fiskale ka pasur shumë akuza nga biznesi. Nëse do t'i referohemi të dhënave nga Drejtoria e Tatimeve dhe Taksave Vendore, Drejtorinë në Bërsinë e Bashkisë Tiranës, ne kemi në krahasim me 2015 në 2016 rreth 17.000 subjekte aktive më shumë. Po të kishte kaq shumë regjistrime dhe po të kishte ndikim kaq negativ të kësaj pakete fiskale të Bashkisë Tiranës tek bizneset, ne nuk do të kishim sot një rritje prej 17.000 biznesesh. Dhe më falni se unë s'u ndërpreva. Do me thënë, nëse do t'i marrësh me radhë zërat e mbledhjes së të ardhurave, nuk do t'i marrë një sigurisht, por nëse do t'a shohim, një numër i tillë tregon që kemi jo vetëm biznese aktive, ekonominë rritje të tyre, por jo efekte negative nga paketa jonë fiskale e miratuar. Sigurisht, në
edhe politika e informaalizimit të ekonomisë kanë ndikuar në këtë çështje, por edhe paketa fiskale e paraqitur nga ne tregon që ka qenë e mirë studiuar dhe nuk ka qenë e tillë që të rëndoj xhepat e qytetarëve dhe të shtoj para për bashkinë. Sepse të ardhurat të cilat janë parashikuar të mblidheshin nga paketa fiskale, cilat sot janë realizuar në masën mbi 80%, janë pikërisht ato të ardhurat cilat përsa kohë u paguan, do të thotë që ishin të përballueshme nga komuniteti i taksapaguzëve që operojnë sot në shifrën prej 17.000 për ta sqaruar të pjesën. Në shifrën prej 17.000 biznese që u përmendët zonja Ferrati, më shumë të regjistruar. Sa prej tyre kanë ardhur nga formalizimi dhe sa prej tyre janë biznese të reja që kanë Tani këtë ndarje ne nuk mund ta bëjmë kështu me thikë. Jo, për të vlerësuar efektin që kanë ndikuar taksat apo jo. Ne nuk mund ta themi dot. Të gjërat në pasaj do të pyesë. Nuk e themi dot. Ne mund të themi që në 2016 kishim rreth 9.000 subjekte aktive më shumë të cilat i përkisnin biznesit vogël. Pra unë mund të të ndaj me kategori biznesesh. Por që nuk e bëni dot të ndarje. Në rregull. Në bizneset vogla, për shembull, janë 13.783.000. Okej, do të thotë nuk është një ndarje. Nëse të ndaj me llojin e biznesit mund t'i themi. Pastaj, nëse do të hyjmë analizës që sa u rritën këto biznese nga reforma e informalitetit, apo sa nga mirë menaxhimi, apo sa nga paketa fiskale, kjo është një çështje që kërkon një analizë pak më të thellë. Sigurisht gjitha kanë ndikuar. Por kjo është klima, domethënë kjo është situatë reale faktike. Nuk e vlerësoni që mund të jetë pengus pjesa e rritjes taksave. Atëherë çështja është kjo. Është e vërtetë ka pasur gati 18.000 regjistrime të reja, por edhe 4.700 çregjistrime. Pra, shifra neto janë rreth 13.000 biznese të reja. Do të thoni ju është proces normal. Po atëherë hajde ta krahasojmë me 9 mujorin e parë të 2015-s. Në 9 mujorin e parë të 2015-s, megjithëse po bëjmë krahasim vjetor, ka pasur rreth 30.000 regjistrime bizneseve të reja dhe vetëm 1.900 falimentime. Pra, është 28.000 rritja, pra 28.000 me 13.000. Shqipëria, naturisht, mos prisni të ketë në numër minus. Si ke vështirë të jetë kjo dhënë? I ka marrë të nënë zyrtare nga qëndra... I bje që në 2004 mos ketë pasur si biznes. Nga qëndra kombëtare... Jo, po gjithse janë... I marim nga vitin edhe nga 2004, po jo, gjithse totali... është qëndra kombëtare e biznesit, okej? Pra, po flasim për një të dhënë kombëtare. Të dhëna të 2005-s që dhëna që nuk i kam. Në rregull, nuk në presë të them. Po flasim me dhëna nga qëndra kombëtare e biznesit për Shqipërinë. Në rregull? Pra, po flasim në rang kombëtar. Në rang kombëtar, në rang kombëtar pastaj bëhet pak e vështirë. Po, pra, në rangun e Tiranës. Rang kombëtar ka qenë 28.000 biznese shtesë në 2015 në 9 mujor i parë. Tani ka 13.000 biznese shtesë neto. Pra, e thënë ndryshe, si është e mundur që Bashkia e Tiranës të ketë 18.000 biznese shtesë në një vit, kur e gjithë Shqipëria ka 13.000 biznese shtesë në një vit. Aktiv, tha. Aktiv do të thot, edhe ata që ishin regjistruar më përpara si subjektet e pagues të drejtoria e taksave vendore. Nëse Tirana është sa 40% e Shqipërisë, nuk mundet të ketë 120% të bizneseve të Shqipërisë. Këto janë shifrat, ju mund t'i merrni, t'i analizoni, nëse janë të vërteta. E biznesit e ka marrë, se kjo është tani se nuk dua të ndërpres, se do t'ja u shpjegoj më vonë të dhënat e qendrës. Sipas asaj çfarë dua të them që Shqipëria që nga fundi viteve 90 ka pasur biznese shtesë nga viti në vit. Por sa është kjo shtesa? Pra është norma, pjesa e normës së rritjes që është... Sakt, kjo normë e rritjes është me vogël. Pra, kjo gjë tregon që klima e biznesit, unë besoj duke filluar nga Tirana, sepse vetë qendra kombëtare e regjistrimit thotë që regjistrimet më dha fillojnë nga Tirana dhe vazhdojnë pastaj me qytetet tjera si Korça. Pra, kjo tregon se përmirësimi i situatës është gjithmonë më i ngadalt. Pra, do të thotë që në një sens marginal, për ata që na shikojnë nga shtëpia, do thotë që ka gjithmonë më pak biznese shtesë. Po ka dhe një argument ekonomik që po ja punë për ta sqaruar se ka lidhje me pushtetin qendror. Ti e di shumë mirë që pas heqjes së taksës së biznesit vogël nga qeveria, problemi me cilin u përball aktualisht administrata është e një pjesë e bizneseve të mëdha që regjistrohen më pas i bizneset vogla që të përfitojnë nga këto lehtësi fiskale. Kjo është përgjegjësi e qeverisë dhe strukturave të qeverisë. Nuk po jap opozitës, po jap një argument që ekziston dhe që është ligjore, nëse mundem. Fakti është i thjeshtë. Përsa përket biznesit të madh, ne kemi një rritje me nga 6.200 në 9.200 ose me 2.983, 47% rritje. Biznesi madh në Tiranë. Më falni, çfarë më kuptoni për biznes të madh? Numër biznesesh mëdha. Biznese mbi 8 milion xhiro. Regjistruar si biznes të madh. Biznese të vogla nga 21.000 në 34.784.
rritja është me 13.783 ose 65% në volum. Biznese VIP nga 556 në 621, 65 biznese ose rreth 12% VIP. Kjo është kategoria e bizneseve VIP. Në total, nga 26.953 është 2016, ka qenë 29.538 dhe rritja është 37%. Ky ritëm, unë më të them që sot, do jetë e pa mundur të mbahet në vitin e vijim, sepse një pjesë e madhe e tij padyshim është formalizim. Dhe nuk do ta kemi më këtë ritëm rritje në vitin e vijim. Por ama është po kaq e pavërtet që ky ritëm ka qenë më i ulur ndonjëherë më parë, sepse po të marrim këtë ritëm në regresion 3 vjet mbrapa e bie mos këtë pasës në biznes. Atëherë, nëse e vendosim kështu atëherë gjasat janë shumë të larta që në vitet e tjera ne të kemi një përmirësim të numrit bizneseve me shifra 7, 8, 9%, 10%. Një konsolidim të volumit bizneseve. Dhe patjetër që Tirana, si çdo metropol tjetër, ka numrin më të lartë të bizneseve që regjistrohen dhe numrin më të lartë bizneseve që regjistrohen. Nuk mund të fuzësh dhe niptet e fshatarëve që prodhojnë vezë edhe mollë këtu në këtë rast tani, sepse çështja është Tirana është një qytet dinamik ku njerëzit vinë të marrin nipt në mënyrë të jushme tentojnë të kryejnë biznese. Nuk është kjo merit një pjesë e tyre ja dalin me sukses, një pjesë e tyre ja dalin pa sukses. Nuk po merrem me çështjen e meritës. Çfarë po themi është që pjesë e mënyrës pse kemi shumë të ardhura si vjet ka të bëj jo vetëm me një barë të rritur fiskale, por mbi zgjerim masiv të bazës taksapaguesve, të paktën në nivelin e biznesit, nga cila ne marrim 2 ose 3 tarifa të rëndësishme. E megjithatë janë disa evidenca të cilat ne janë vënë në dispozicion, sikurse thash të cunguara, po për disa nga elementet e realizimit të ardhurave. Fakti që kemi një mos realizim të ardhurave nga taksa e tabelës, si do shpjegohet? 80% është mos realizimi. Apo mos realizimi është tarifa e zonës hapësirës publike, apo taksa e fjetës në hotel, apo taksa e ndikimit në infrastrukturë në masën 41%. Këto tregojnë që kemi një mos realizim të këtyre treguesve dhe si do të shpjegohesh ndryshe, do shpjegohesh pikërisht Nëse realist është pasaj për të vëjuar dhe argumentin. Evidencat janë pikërisht nga raporti që juve na keni vënë në dispozicion dhe mos realizimi i treguesve të ardhurave demonstron që kemi të bëjmë një paketë fiskale që e rëndon biznesin dhe kuptohet një ngarkesë e madhe fiskale, absolutisht krijon premisa për evazion. Jo, tamam. Për të shmangur. Këto dy taksa janë dy taksa të cilat që në momentin që janë vendosur këto dy tarifa, Kryetari i Bashkisë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak një viti më shkuar ka thënë në mënyrë specifike. Këto janë dy tarifa të cilat ne po i vejmë qëllimisht larta sepse qyteti fiton në të dyja mënyrat. Që do thotë, qyteti si rrjedhoi e nivelit të çuditshëm të mënyrës se si funksionon taksa tabelës, e cila kishte 3 nivele, taksa tabelës kishte një nivel të ullët, duhet thënë, por kishte një nivel për deri në 2 metra, kishte një nivel mbi 2 metra që ishte 445.000 lekë, sa që nuk ndryshoi, por ama kishte një tavan për sa mund tarifoj vetëm për 12 metra. Nëse kishte më shumë se aq, ti mund vej edhe 100 dhe tarifosh vetëm për një nivel caktuar metrash. Kjo është problemi për tabela 100 metrës, nuk kanë Tiranë tabela, s'ka pasur tabela 100 metrës. Ka mjaftueshëm. Në Tiranë e madhe ka mjaftueshëm. Dhe pjesë e argumentit që Kryetari i Bashkisë ngriti është ky. Ne na duan dy gjëra të arrijmë nëpërmjet kësaj tarife. Të mbledhim të ardhura, por nuk është vetëm ky qëllimi. Duam të disiplinojmë imazhin publik, që thotë, nëse ka biznese të cilat prej informalitetit ose prej faktit që kjo është e lirë, llangostin qytetin me tabelat mëdha lart e poshtë këtej andej, pallate, fasada, gjitha me radhë, atëherë kjo mekanizmi më i mirë për të sistemuar këtë gjë. Në vend që ne të shkojmë t'i gjumojmë nga mbrapa, është incentiva ekonomike. Atëherë secili biznes thotë, o ta bëj deri në 2 metra është pa para, është zero. Ta bëj 2 metra nëse si duhet me madhe sa aq, nëse ka nevojë të thotë noter, restorant, klub, etj. Ju thoni që nuk ka qenë mbledhja të ardhurave objektive, por thjesht sistemi. Qyteti fiton o para ose sistemohet vendi. E njëjta gjë vlen për tarifën e hapësirës publike. Por ama krijon një grop në buxhet, sepse në momentin që ti e parashikon si zë në buxhet, ti ja ke parashikuar që atë para do t'i gjesh vendin. Si do ta lije dhe të lirë? Sepse në këtë rast neve si rrjedhoi një tarife të re, kishim nevojë të shikonim se si do ndryshoj sjellja e njerëzve. Dhe sigurisht janë dy ndër tarifat
taksat e tarifat që janë më të vështira në menaxhim, dhe ne si vjet kemi 2 sisteme të reja menaxhimit të tyre, të cilat do të jenë të gjitha të digitalizuara, ku ne besojmë që do ta sistemojnë masivisht të dyja këto gjëra, duke të lehtësuar dhe jetën e qytetarëve në procesin e aplikimit, por dhe jetën e procesit kontrollit. Në 2017 ju e keni parashikuar me rritje këtë zë të... Absolutisht, 63% të ardhura nga tabela reklamuese është 63% krahasim me faktin e realizuar. Janë parashikuar me një nivel si parashikimi si vjetër. 63% më shumë, sepse se 63% plus. Klima biznesit, që ta mbarojmë ta zgjerojmë këtë çështje. Nëse do t'i referohemi mënyrës se si sot zhvillohet biznesi në Tiranë, përveç faktit të një vizioni dhe politike ndryshe e kësaj bashkie, me parimin që gjithsekush duhet të paguaj taksat vendore. Ju e dini që taksat vendore, pjesa më e madhe e tyre, jo pjesa më e madhe, po taksat vendore përcaktohen me ligj. Dhe e vetmja gjë që mund të bëjë bashkia është të uli ose të ngrej me 30% këto taksa. Tarifat ka disa rregulla se si vendos Këshilli Bashkiak dhe sigurisht nëpërmjet këtyre dy zërave vetë Këshilli Bashkiak në bazë të politikës për menaxhimin e këtij sektori, le të themi, për mbledhjen e të ardhurave nga bashkia vendos sigurisht në total. Ka incentiva ndryshme në paketën aktuale fiskale në lidhje me këtë çështje. Për shembull, taksa për ndërtesën në zonat caktuara është e ulur 30%, se nuk tarifohet njësoj Tirana. 30% nuk është një instrument që është i vogël, cilin bashkia mund ta përdorë në rrigatëm. Në varësi të analizës që ka bërë vetë bashkia sa i takon realitetit ekonomik që ka Tirana, atje ku është mundësia dhe për të mbrojtur grupet caktuara apo për të qenë një taksë vendosur në përpjestim të drejtë me interesat e qytetarëve, ka vepruar me këto lehtësira. Por, nëse do t'i referohemi faktit të klimës së biznesit, pra e thash pak më parë, përsa kohë që ne kemi një rritje të bizneseve aktive në qytetin tonë, kjo do të thotë që klima e biznesit të paktën për sa vepron Bashkia e Tiranës është pozitive. Filozofia e kësaj bashkie që mbështetet edhe nga Këshilli Bashkiak, nga maxhoranca, ka të bëjë pikërisht me faktin që gjithkush duhet të paguaj. Dhe mënyra se si sot qytetarët paguajnë taksat vendore nëpërmjet faturës së ujit. Lehtësimi që tregon që kriteri për ta mbledhur më shpejt dhe më me efikasitet taksën funksionon. Lehtësimi i shumë procedurave për mbledhjen e taksave vendore nëpërmjet shtyrjes prej 3 muaj të pagesës së taksave vendore për ato biznese që janë të reja. Është gjithashtu një mundësi e cila lehtëson regjistrimin e bizneseve të reja dhe ndihmon njerëzit që nisin një biznes. Në konsultimet publike që keni bërë me biznesin, ju ka kërkuar uljen e taksave apo përmirësim në procedurave? Cilat kanë qenë kërkesat e tyre? Nëse do shkojmë në konsultimet që kemi bërë me bizneset, jo, nuk kemi, sigurisht more, të gjithë bizneset dhe të gjithë qytetarët do duan gjithmonë paguajnë më pak taksa. Jo, por ama në një analizë që ju bëni në bazë detyrimit ligjor që keni konsultoni publikisht paketën fiskale dhe buxhetin, shihet edhe argumentat që japin bizneset për sa i përket peshës së tyre. Ankohen kryesisht për taksën e lartë dhe kërkojnë këtë si të gjitha grupet apo lehtësim procedurës. Nëse flasim për taksat për grupin e biznesit vogël, ne nuk kemi rritje të taksave. Biznesi vogël, që është pesha më e madhe e ekonomisë së qytetit, nuk ka një rritje të taksave. Nuk ka. Ka ulje, sepse taksa që është vendosur me ligj për taksat vendore është ajo që është zero. Ndërsa, po flasim, nuk për ta mbaroj pak logjikën. Ndërsa, sigurisht pra të vetë, Mateo, të lutem ta mbaroj logjikën se ke kohën tënde të më kundërshtosh. Pra, nëse do t'i referohemi taksave për biznesin e vogël, i cili zë peshën më të madhe të ekonomisë së qytetit, nuk ka rritje të taksave, taksat e vetme të diskutueshme, është taksa e ndikimit, më falni, taksa për zënën e hapësirës publike dhe taksa e tabelës që mund të ketë kontestime për këto dy taksa. Por kjo ka të bëjë me politikën që po ndjek bashkia. Dhe në varësi të dhënave që kemi, që këto biznese i paguajnë taksa, se kanë drejt në zgjedhjes për të paguar këtë taks. Pra nëse duan të bëjnë një biznes të tyrin për të zënë një hapësirë publike prej 30 metër, apo 50 metër, apo 10 metër, është një zgjedhje e tyre. Nëse duan të paguajnë... Në realizim të ardhura dhe kemë performancë të mirë në mbledhjen e të ardhura, mund të shikohet mundësia ndoshta ajo në 2017 por në vijim një ulje taksave? Siç thash pak më parë, ne jemi një gjendje të cilën nga pikërisht investimi i qytetit ka nevojë për disa herë më shumë investime se sa mundet. Pra nuk ka të bëjmë me realizimin e të ardhurave, ka të bëjmë me nevojën që ka qyteti. Në thelb gjëja për të parë në sy është kjo.
A duam një qytet më të mirë, a duam një qytet që ka më shumë rrugë, më shumë çerdhe, më shumë kopshte. Duhet paguajmë atëherë. Gjithë duhet paguajmë. Një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, do flasim sërish për taksat dhe buxhetin e bashkisë në këtë vit. Rikthehemi në studio, po flasim për buxhetin e Bashkisë Tiranës dhe taksat që do të paguajnë të gjithë banorët e kryeqytetit këtë vit. Zoti Spau. Shikoni, çështja përse përket uljes së taksave, natyrisht që unë nuk mund të quaj kurse si ulje taksash, ato taksa që përpara ishin sa 1/10, 1/12, tani janë deri në 12 fishuar dhe ose në raste të tjera kemi 3 fishim, 5 fishim dhe një buxhet që është më shumë se 3 fishuar në fundit. Dhe kjo për element të parë pikërisht nga rritje e taksave. Dhe nëse këtë vit bashkia thot nuk ka rritje taksash, kjo nuk është ndonjë fitore e madhe. Do thënë, aq keq është situata sa po thuhet nuk ka rritje taksave, por kjo nuk është merit, nuk është fitore. Pasi ti e ke trafishuar. Çështja ose shqetësimi im i madh realisht vjen nga fakti se unë nuk kam vënë re asnjë lloj fleksibiliteti nga ana e bashkisë për të dëgjuar ato që kanë qenë kërkesat më të mëdha të bizneseve. Bizneset të cilat kanë zënë edhe derën e bashkisë në fund vitin e kaluar, pikërisht sepse kishim arritur në atë pikë të cilën bashkia taksonte edhe tokën edhe ajrin për sa i përket hapësirës publike, ku kishte vendosur dhe taks për metër katror, dhe taks për tavolinë dhe taks për karige. Pra, në këtë sens, për mendimin tim, natyrisht që arriti një pikë ku edhe bashkia u detyrua që të hiqte dorë nga taksa mbi tavolinën, por të linte vetëm ato të metrave katror. Por kjo gjë tregon pikërisht një elementi fillestar që është përqasja ndaj biznesit, e cili është parë vetëm si një lopë për të miel dhe nuk është patur, ose nuk ka qenë prezente ajo, si themi, ajo konsiderata, për gjithë ata që nuk i kërkojnë as vende pune, as të jenë militant, po kërkojnë thjesht që të hapin një biznes të tyre, të aprovojnë vetë jetën, të marrin ndonjë njeri në punë dhe mos të jenë barë për shtetin, por të jenë një farmase dhe furnizues të karburantit, të parave të likuiditetit për shtetin shqiptar duke filluar edhe nga bashkia. Ska pasur asnjëherë politik të pagesës së taksave mbasi e krijon biznesin, i para paguaje taksat. Ne kemi bërë si bashki, kemi lënë 3 muaj bizneseve të reja të bëjnë xhiro dhe pastaj e përgjithshëm fiskal ndaj biznesit. Dhe natyrisht edhe ndaj familjeve, sepse edhe familjet kanë rritur ato që duhet paguajnë, po të shikoni sot tarifën e ujit, është më shumë se 2 fishuar në krahasim me një vit përpara. Çdo familje e ka në shtëpi mundet t'i marrë dhe t'i krahasoj. Pse? Sepse janë shtuar ato që janë taksat vendore, duke filluar nga taksa mbi infrastrukturën arsimore, duke vjuar me taksat e tjera, duke vjuar edhe vetë me çmimin e ujitshëm. Por ai që goditet më shumë është biznesi, duke filluar nga biznesi i vogël. Okej, të marrin argumentin e zonjës Çela, ata fjalën zonjës Mazingu. Qasja jon është ndryshe nga ajo që juve parashtroni. Absolutisht jemi për një qytet i cili të sigurojë shërbime më shumë për qytetarët. Sigurisht jemi për rrugë më të shtruara, për shkolla më të mira, çerdhe më të mira. Po kërkojmë para. Absolutisht e kërkojmë para. Qasja jonë është ndryshe nga juve, sepse neve besojmë që të ardhurat për bashkinë nuk sigurohet nga tarifimi i tyre më i lartë, nga ngarkesa më e madhe për biznesin, por në të kundërt, ngarkesë më të ulët fiskale dhe shtrirje të bazës taksueshme. Kemi më shumë biznese të cilët kontribuojnë në skemat financuese dhe përrjedhoj më shumë të ardhurat sigurohen. Ku keni të bazuar këtë gjë? Dhe bazohet pikërisht te kjo. Zonja përmendi pak më përpara që taksat vendore është objekt i ligjvëndësit në parlament, përcaktohet masa e taksës vendore. Megjithatë, ligjvëndësi ka përcaktuar edhe limitin e lejuar për njësitë vendore që të ulet e 30%. Kështu që në këtë sens neve kemi hapësira pikërisht për të ulur taksat vendore. Pra ky argument që taksat na e kanë vendosur parlamenti dhe s'kemi ç'bëjmë, nuk vlen, sepse mund të ulet pikërisht një propozim i në është artikuluar dhe më herët, ose tarifave vendore deri në 30%. Mund të ulet taksa nëse lejon, mund të ulet taksa për ndërtesën, mund të ulet taksa për tokën bujqësore, mund të ulet taksa e fjetjes në hotel, mund të ulet taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, për secilën nga zonat kategorizuese A, B dhe C. Mund të ulet taksa e tabelës për qëllime reklamimi apo dhe për qëllime identifikimi. Mund të ulet taksa e tabelës elektronike. Sikurse, dhe do thoja, do shkoja dhe një hap më tutje, flasim për taksa, por ndërkohë kemi dhe tarifat vendore. Tarifat të cilet i ka ky Këshill Bashkiak që do duhet të vendosi. Dhe përmenda dhe në diskutimet e djeshme. Këto nuk kanë limit 30%.
Tarifa është, më thënë tarifën, edhe mund ta shfuqizosh ta bësh zero, po sikurse edhe mund të kesh tarifa për kundrejt shërbimit. Qeveri, pushteti vendori i Tiranës ka zgjedhur rrugën më të thjeshtë për grumbullimin e të ardhurave, ka rritur të ardhurat në vend që t'ju krijojë kushte më të barabarta biznesit në konkurrencë të ndershme dhe ata që s'paguajnë kanë shërbim. Argumentet të cilët flasim vijnë pikërisht nga refleksionet që marrim nga komuniteti i biznesit. Sigurisht ata duan, sigurisht të gjithë duhet të paguajnë, absolutisht jam dakord me zonjën Ferrati, absolutisht gjithkush do duhet të paguajë, nëse do të ketë një qytet më të mirë dhe më të bukur, por qasja është e ndryshme. Argumenti në këtë çështje unë besoj është realisht i thjeshtë dhe shifrat na tregojnë realitetin. Secili prej nesh pranon faktin që qyteti është një gjendje që ka nevojë disa herë më të madhe se sa realisht mundësia jonë për investime publike. Për rrugë, për riparim lagjesh, për gjelbrim, për kanalizime, për ujësit. Ne kemi marrë një buxhet i cili në vitin 2015 kishte investime kapitale, gjithsej investime në qytet 1.7 miliard lek, faktiku i vitit 2015. Faktiku i vitit 2016 do të mbyllet 2.9 deri në 3.1-3.2 miliard, se është akoma në mbyllje. Pra, vetëm në një vit kemi pothuajse dyfishimin e investimeve publike në qytet. Ndërkohë që në vitin 2017 parashikohet që investimet jenë në nivelin 6 miliard lek. Dyfishimin e ke dhe nga rritja e taksave, është normale, në momentin që ke rritur taksave. Ledhja e taksave. Edhe rritja. Edhe rritja. Të lutem, njësëm. Dakor, rritja është tjetër gjë, mbledhja është tjetër gjë. Çfarë po ndodh do të thotë që rrugë më të pastra është më mirë për biznesin. Lagje të restauruara do të thotë që bizneset në ato lagje performojnë më mirë. Një qytet që përmbyllet më pak do të thotë më pak kosto për biznesin. Një qytet në cilën vlera e pronës është rritur gjatë këtij viti me pak në 12-13%, do të thotë që janë biznese që janë pak më të pasura. Secili për këtyre njerëzve mbrapsht disa herë, që do thotë mjafton të marrë një qytet i cili sot po mbaron pazarin e ri dhe Sherin Rustemi, një gjë mbetur për 20 vjetësh, ku do ketë të paktën 200-300 biznese të reja që do kenë mundësi të aktivizohen dhe të jenë një model komplet tjetër. Një qytet i cili sot po mbaron me ritëm shumë të lartë punimin në bulevardin e ri, ku do ketë pafund mundësi zhvillimi për biznesin. Do thotë që është qytet i cili po ja kthen mbrapsht çdo investime, po i kthen mbrapsht gjithë ekonomisë së qytetit. Një qytet i cili kemi mbaruar unazën e vogël që kishte ngelur pezur për 20 vjetësh. Është një qytet i cili e ka mirë. Do vinë vetë unazë. Një qytet i cili Pra, me projektet mos i marrim Jo, po shumë e rëndësishme që ne të themi sot në 100 kantieret e hapura të Bashkisë Tiranë punojnë më shumë se sa 10.500 veta të vlerësuara dhe të numëruara nga Bashkia e Tiranës. Pra, po bëhet një rishpërndarje, le të themi të gjithë taksave Këto paratë të cilat vinë, një pjesë e madhe shkojnë për pjesa më e madhe atyre ka shkuar për investimin në qytet dhe ka sjell përmirësimin rrënjësor të cilësisë jetës në qytet. Dhe kjo është mënyra se si zhvillohet qyteti. Kontribuojmë gjithë bashkë dhe më pas ky qytet me ndërmjet administrimit të mirë, jeton më mirë, është më i pastër. Së pari biznesi është më mirë, jo kur ka fasadën e re. Biznesi është më mirë kur njerëzit, konsumatorët kanë më shumë para në xhepat e tyre. Atëherë është më mirë biznesi. Po kur ti takson, parat janë më pak që ngelen nëpër xhepa. Shumë e vërtetë është kjo. Shumë e vërtetë. Se kur po vija këtu erdha me taksi dhe më tha një zotëri që po edhe mund taksisti më tha që shqyr më burrë, po bëni opozit sepse po na vdiqën 5.000 lekë në ditë po kemi sot, pra duket që ka një rritje ekonomike. Kështu që nga krau tjetër është që pikërisht sepse taksat janë të larta, atëherë edhe nëse biznesi ka fasadën e re, biznesi, ose më mirë, biznesmeni, le ta quajmë kështu se në fakt janë familjar, që mezi mbajnë frymën, kur i thonë, gjenden në një situatë më të keqe. Tha pak më parë zëndës kryetari, janë rritur investimet publike. E dini ju që në buxhetin e ardhshëm parashikohen 6 miliard investime publike, por 8 miliard të reja rroga dhe 8.3, i pas ke parë shumë rroga, 8.3 rroga dhe shumë mirë, dhe shpenzime operative. Pra, e thënë ndryshe, e thënë ndryshe dhe mirëmbajtje zyrash, dhe kështu me radhë. Në cilin vit ka pasur 80 miliard lek rroga Bashkia e Tiranës? Nuk janë rroga. Pra, në cilin, të lutem, le të mos bëjmë demagogji politike. Bashkia e Tiranës, po rriten investimet publike, po rriten shumë, shpenzimet, jo ndaj qytetarëve, por ndaj bashkisë në vetvete. Jo, s'është kështu.
të cilat janë shumë më të larta. Pra, ju rrisni më shumë buxhetin, jepni do një 50 lekë për qytetarin dhe pastaj pjesën më të madhe e mbani për shpenzimet e bashkisë. Dhe pastaj thoni, po shikon, por kemi buxhetin më të madh. Jo, këtë gjë nuk ta pranojnë në asnjë mënyrë fare. Po se pranon po kështu është, janë shifrat e buxhetit. Po ja, çka ke shkruar? Kjo është. Ti japun shifrat me radhë. Pra, kemi në 2 vjet kemi 4 fishuar fondime mësive. 4 fishuar. Pjesa e dytë, sa është fishuar fondi i shpenzimeve operative dhe i shpenzimeve korrente. Ka lëvizur marginalisht. Dhe marginalisht ka lëviz në nivel 5, 6, 7, 10%. Sepse, ja ta shpjegoj unë. Pas ka pas $100 milion buxhet Tirana, jo $40 milion, siç keni thënë ju. Po sepse vetëm shpenzim operative kishte, s'bënte investim, bënte 1.7 miliardë investime, s'bënte asgjë, vetëm ato kishte. Dhe ato aq janë. Nëse përpara ishin 30 miliardë shpenzimet për rroga e gjëra të tjera, tani janë 80 miliardë. Jap me shifra. Që ato 50 miliardë dollar që keni marrë shtesë nuk i keni çuar investime. Të lutem, pak kakofoni me po flisa unë ti që më ndërpreve. Kjo është nuk më ndërpreva unë. Pra, thelbi argument është ky. Shpenzimet operative të Bashkisë Tiranë ndahen në 2 zëra. Njëri është fondi pagave, padyshim, por shpenzimet korrente. Po pjesa më e madhe e shpenzimeve operative të Bashkisë Tiranë janë fondi pastrimit. Është 1.4, 1.5 miliard lekë, vetëm pastrimi i qytetit. Ti hyn ke shpenzimet operative. Ka qenë. Por ka qenë. Dhe ne gjetëm një vit të tërë pa paguar. Kemi paguar gjithë 2015-ën dhe nuk jemi asnjë ditë mbrapa në 2016. Nëse do kishit këtë situatë kaq të keqe borxhi, përse keni marrë para nga viti i kaluar dhe keni transferuar këtu? Do kishit paguar. E dyta, kishin një qytet i cili nuk mirëmbahej. Pjesë e shpenzimeve operative të bashkisë, pra jo ke fondi investimeve, janë mirëmbajtjet standardet të qytetit, që do thotë trotuaret që riparohen, gropat që vijat që lyen. Pra të gjitha ato gjëra qytetarët sot i ndjejnë, që nëse në një rrugë të shtruar bëhet një grop, nëse në trotuar hiqen 5 pllaka, ndërmarrja numër 2 shkon dhe e pastron edhe miliard lekë për shpenzimet, jo 5 pllaka, jo, nuk 5 pllaka, se vura vizën, vura pllakat edhe me miliona kilometra katror trotuare dhe rrugë, që ka nevojë për mirëmbajtje të përditshme. Pjesë e problemit të një menaxhimi dritë-shkurtër të bashkisë më parshëm ishte që nuk parashikonte fondet e nevojshme për mirëmbajtjen e përditshme. Në thelb, puna kryesore që bashkia bën, mirëmban rrugë, trotuare, nëse ti do të bësh mirëmbajtje, vizon rrugën, ndron poçat që digjen dhe është normal. Patjetër, sa para i mirëmban. Sepse në këtë mënyrë nuk janë të sqaruara, sepse kur ti më bën më shumë se 40 tendera pa konkurrent, atëherë ti nuk po më sqaron. Tendera me ashtu drejt për drejt. Pra, e thëndrujshë, po e keni tek Fletore Zyrtare? Është pa vërtet. Ajo është i njëjti tender i cili është ribër. Po pra, shtes. Është bërë 4 herë për arsye dështimit dhe tender i pastrimit. I dhat fajin bashkisë kaluar, por fakti është që ju keni tender shtes edhe për atë që ishte parku i fëmijëve që keni bërë te parku i liçenit. E keni bërë ju, e keni ngritë ju, e keni çuar ju, mbaroi, e inauguruat, pastaj keni vendosur para shtes për atë. Pra kjo, si që shikoni, është çështje komplet të një mungese të transparencës. Ska lidhje fare, dhe më këto janë procedura ligjore, të cilat janë shumë qarta për të kuptuar, për të ndjekur, ka organe që monitorojnë performancën, kështu që thjeshta për të bërë amulli nuk ja vlen. Ajo që unë dua të them është kjo, ju thatë që ne pas kemi fond më të lartë për pagat. Unë ajo që duhet ju them është që këtë vit, në 2016, ajo grop që gjetëm nga administrata e kaluar, e cila vërtet nga kishte bërë një bashki borxhlie ndaj publikut edhe ndaj privatit, kishim një borxh shumë të lartë, cilin e shtyem në masën 85%. Borxhi ka një shifër e cila është në ndryshim të vijueshëm, sepse pjesa më e madhe është e Bashkisë Tiranë, por ndërkohë që teksa vazhdon konsolidimi dhe i komunave të tjera, dalin borxhe letra në mënyrë të përditshme, sepse kanë pas dokumentat pa konsoliduar buxhetor dhe detyrimet krijuara në palë treta. Me se flet për Bashkinë Tiranë, mos fut dhe komunat të tjerë. Do të thënë, okej, është borxhe Bashkisë Tiranë të ke drejt, por ka një gjë, do të thënë, nëse e krahason me Bashkinë Tiranë që ka kaluar, vetëm Bashkia Tiranë, ne kemi pasur 2 lloj kategori borxhesh. Kemi një borxh i cili ishte borxh korrent rreth 2.4 miliard lekë dhe detyrimin prapambetura të vjetura ku futet dhe shpronësimet pa paguara dhe ku futen dhe vendime gjyqësore pa paguara shkon deri afër 6 miliard lekësh në total, detyrimet vjetra. Ama korrente 9.1 miliard gati. Jo, 6 është e gjithë total. 6 total, okej. Një gjë? Po. Dhe sa ka shlyer 80% e kemi shlyerë? Rëndësishme temi është, jo, nuk shlyer 80%. Jo, 85% i detyrimeve prapambetura për investime janë shlyer. Janë paguar, ti them rrallë, janë paguar
i gjithë fondi një vit i papaguar i pastrimit. Sa është në total, mos hyjmë me zëra pastaj, në total, nga 6 miliard lekë sa... Jo, nga 2.4, se 2.4 është e rëndësishme në këtë pikë, se janë shpenzimet e imediata, janë paguar po thuajse 1.6, 1.7. Atëherë, çështja është kjo, nëse ju kujtohet, ndoshta ju kujtohet edhe po ju kujtoj unë, Ministri e Financave, Bashkisë Tiranë duhet të jepte ajo që ishte taksa me biznesin e vogël, sepse mblidhte shteti duhet të jepte bashkisë. Çfarë ndodhi për një periudhë të gjatë kohe kur ishte kryetar Bashkia Basha, Ministri e Financave nuk disbursonte këtë shifër. Pra, normalisht që Bashkia e Tiranës do krijonte borxhe sepse nuk i vinin të ardhurat nga taksat e veta që duhet merrte nga Ministri e Financave. Pra, është një lojë tipike për të thënë ky administrata ka qenë gjatë 4 viteve, jo vetëm në 2 vitet e fundit. Kur është keq menaxhim, do thotë sepse, por në fakt ky ishte një keq menaxhim i provokuar dhe krau tjetër, nëse ti zotëri ke kaq shumë borxhe, si më sill ke 6 milion dollar ose 6 miliard lek tek viti kaluar të mbartura, pra nga viti 2016 dhe viti 2017. Atëherë pago borxhet, pse më çon 6 miliard lek të tjera. Pra, siç e shikoni, do ndryshin destinacionin, fundit që janë planifikuara për diçka. Dakor, pra po, a ke borxhe? Nëse ti realisht nuk pas ke borxhe, pago borxhet. Ti di shumë mirë, nuk bëhet siç e shikoni, pra besoj se do kishte problem për të miratuar një ndryshim i tillë. Përsëri, megjithatë dalim pikërisht tek argumenti për cilin po flisnim që si do duhet të kryejmë gjithë këto investime për cilët qyteti i Tiranës, Bashkia e Tiranës ka nevojë. Absolutisht një nga burimi janë të ardhurat, të cilat neve sigurojmë, Bashkia siguron nga taksat vendore apo nga tarifat, por ka shumë vend edhe për një mirë menaxhim të mirë financiar. Dhe këtu dalim pikërisht tek argumenti për cilin ne po flitej pak më përpara, kur bëhet fjalë për një klasifikim të shpenzimeve për investime në masën 41%, kur pjesa tjetër mbetet kryesisht korrente. Absolutisht ka shpenzimet natyrës operative mirëmbajtje, të cilat edhe juve po përmendni pak më përpara. Megjithatë ka vend, absolutisht dhe unë besoj gjej dhe mbështetjen tuaj, ka vend për sigurimin e një eficiencë më të mirë të shpenzimet e personelit. Nëse vërtet ka pasur detyrime të papabetura. Ka shumë staf që janë marrë të tjerë nëse më lejoni, vetëm këtë vit në 2017 janë rritur më shumë se 200 persona. Dhe tani vetëm këto 200 persona të cilët presupozohet që do duhet të rriten për buxhetin e 2017, sipas relacionit bashkëlidhur, shkojnë të paktën 210 milion lek të reja. Domethënë ka hapësirë, domethënë këtu flas për mirë menaxhimin dhe këtu duhet parë. Tani, kjo dhe ato i pagun biznesi, se punësimet e reja pagun biznesi. Tani, e para punësimet e reja nuk janë një gjë e cila duhet parë së shkruar dhe është bërë si thakëm dhe duket si gjë e keqe. Në momentin që ka nevojë për më shumë njerëz për bërë punë, atëherë duan më shumë njerëz për punë. Duhet të bëjmë investime apo duam investime? Nëse do investime, se nuk ndërpreva. Nevojën e përcaktojnë aparati bashkisë dhe Këshilli Bashkiak. Dakor. Po ka edhe një argument aktorët që vendosin nevojën. Ku ishim pra, thjesht Bashkia do të marrim më shumë njerëz për punë. Jo, s'është kjo. Logjika është e thjeshtë. Neve si vjet kjo rritje vjen nga dy gjëra. E para shndrojmë një shoqëri aksionere që ishte bërë shoqëri aksionere pa logjik, që ishte shoqëri aksionere e Varrezave. Që unë nuk kuptoj pse dikur një moment caktuar ishte gjykuar që Varrezat e ktheshin shoqëri aksionere, çka e ndalonte mundësinë e mirëfillt bashkisë që të mbështeste me staf pastrimin e Varrezave dhe kishte kthyer që deri para një viti. Si Eko Tirana që Jo, Eko Tirana ishte është bërë shoqëri aksionere sepse mund të funksionojë me konceptin. Edhe ju pas keni bërë shoqëri aksionere. Një shoqëri aksionere mund të funksionojë. Mund të funksionojë me këtë koncept. Ndërkohë që menaxhimi i Varrezave nuk është një punë e cila është fitim pruese, se prandaj krijohen shoqëri aksionere, sjell të ardhurat. Dhe neve dhe gjëja që kishim përfunduar një pikë që qytetarët e dinë që shkojnë se gjithë qytetarët e rrugës shkojnë në Varreza, kishim mbritur para një viti gjys bari kaq në Varreza. Situatë e cila është përmirësuar si vjet shumë, por ama jo mjaftueshëm sa ç'duhet për të bërë respektin siç duhet njerëzve. Nuk përmirësohet situata ose cilësia e shërbimit duke rritur numrin e punonjësve. Një pjesë e madhe, jo. Por përkundrazi ti vëmë në eficiencë ato numër punonjësh që kemi dhe të shërbejnë më mirë. Për te vendosë 50 janë vetëm Policë Bashkiake Shtesë, imagjinoni sa do punojnë. Sepse në këtë moment përmirësimi i kontrollit mbi territorin është një gjë shumë e dobishme për qytetin. Ka nevojë që qyteti të ketë kontroll mbi territorin. Zoj Mazniku, që të hapet edhe si argument për ndihmuar debatin. Nga 2015 janë 490 atë plus. Kur nisi qëllimi i artimit reformës territoriale administrative, në pas zbatimi i saj, ishte edhe kursimi i shpenzimeve në të gjithë aparatin. Duket se jo vetëm në Tiranë që po konstatoj ka rritje, por edhe në bashkitë e tjera ka rritje totale në punësime. Jemi sot 1000 veta më pak, pothuajse 1000 veta më pak, se sa totali i mbledhur fizik i
Po tani mos flasim për stafet të cilat kanë pasur komunat, për të cilat ka qenë shumë të dëshiruar. Ai që më flasim për po çdo herë ka pasur shtesë të numrit të punonjësve. Po se u bë fillimisht një që e madhe kur u bë agregimi njerëzve. Absolutisht po. Ne kemi pas çdo mbledhje pas keni sjell dokumenta për rritjen e numrit të punonjësve. Nëse më lejon, juve keni parashtruar shtesë të numrit punonjësve, pikërisht edhe në fund të vitit 2000 vitit kaluar, kur në fakt nëse ka kursime, përse do duhet të kursime unë t'i destinoj për punonjës shtesë, kur në fakt fare mirë mund t'i përdorje për shpenzime për investime? Ta shpjegojmë se. Sepse ne kemi marrë një policia bashkiake e mëparshme, kishte dhe në kohën e Zotit Basha kishte 310 veta staf, 326 veta staf. Dhe menaxhonte 42 hektar sipërfaqe, 42 km2 në faqe, që ishte Tirana. Tani ne kemi për të menaxhuar dhe kontrolluar 1000 km2, pra 25 herë më shumë, që do thotë polici bashkisë, për të shkuar me parimin qytetarët ndjen njësoj dhe në Shëngjergj, dhe në Baldushk, dhe në Pezë, duhet bëni sipërfaqe shumë më të madhe. Dhe veçanërisht për ato funksione të cilat kërkojnë kontroll mbi territorin, që është zyra e taksave, inspektorati ndërtimor, policia bashkiake, gjithashtu funksionet e mirëmbajtjes, pastrim, gjelbrim, mirëmbajtje varrezash, kemi marrë për informacion të përgjithshëm, thjesht dhe për kuriozitet qytetar. U arrit mas shumë punë të bëhet në mes në vitit që kaloi konsolidimi i varrezave të gjithë njësive administrative që u bashkuan Tiranës, ndërkohë që ne kemi pas një ndërmarrje e cila tipikisht marrë me 2 varrezat, Sharrën dhe Sheshtufinën, dhe janë shtuar 64 varrezat të reja, 64 vendodhje varrezash të reja. Tani, ose mund t'i lejmë si që lejmë komunat më parshme në Harres, që nuk dije më se që ndodhte, ose mund kemi një shërbim minimal. Pra, sigurisht, në 64 njësi, vetëm lokacione në 64 tjera, pra, nga 2 lokacione, sigurisht janë shumë herë më të vogla, por ama është lokacion, është një vend ku duhet shtorë zonë nevojat e tilla të natyrës imediate. Shpërndarja e stafit në territor, një territor i cili është 25 herë më i madh, për të ofruar shërbime siç duhet. Dhe është një punë e vështirë. Së dyti, kemi marrë 20 funksionesh të reja si bashki. Që thotë, kemi marrë funksionin e pyjeve, kemi marrë funksionin e mirëmbajtjes shkollave. Këto vende ju janë dhënë vetë nga ministrit, ju janë transferuar numri punonjësve. Ne janë dhënë në shumë raste pra. Ju është vënë vetë nga ministrit, ju për te atyre keni marrë shtesë. Patjetër, sepse nëse duam ta bëjmë. Dhe përsa i përket policëve bashkiak, nëpër komunë nuk ka pasur policë bashkiak. Po duhet ketë, se për sa kohë që kemi për detyrë ta japim një shërbim. Kanë gjykuar se nuk ka pasur nevojë. Tani ju gjykoni që ka nevojë. Kjo gjë, na është deleguar funksioni i pyjeve, funksioni i pyjeve, për cilën ky buxhet nuk ka asnjë fond. Me disa ka mjaftueshëm. As pyja, as kullota, as kanalizime për sa i përket se ka agjencia respektive. Janë ka flasë respektive ku është deleguar funksioni. Bashkë me pyjet, na u deleguan 7 veta staf. Tani, 7 veta staf për të mbajtur, më duket, disa mira hektar pyje, është e pamundur. Kritikon reformën territoriale dhe ministrinë, apo çfarë? Ato ndan ato që kishin. Tani ne kemi 2 zgjidhje. O do të aq ishin, aq është stafi, ato staf që kishin ndan. Tani në këtë pikë ne mund të bëjmë 2 gjëra. O të rrim themi kaq kishim, kaq ne bajmë, ose ta bëjmë punën siç duhet. Dhe mënyra si që bëhet siç duhet, është duke i dhënë njerëzit që duan. Ne na janë transferuar si metodë justifikimi ti mund të kesh gjitha. Justifikimi si bëhet puna, kështu bëhet puna dhe planifikimi. Nevojat imediate. Ne na dhënë 10.000, kjo administratë të marrë rrog, punon kot, punon plot do të marrë rrog. Patjetër, ne na dhënë 10.000. Jo, tërë punë. Ta kesh një person kot në punë, ndërkohë që ti merr një person që e vën në para investimeve për mirësimin të qytetit. Duke rënë mbi bar biznesi. Gjëja që unë jam i qartë dhe unë mund ta shoh çdo qytetar në sy është që kjo administratë, secili prej tyre, nga punëtori më i thjeshtë deri te kryetari i bashkisë, janë duke punuar më shumë se 8 orë në ditë. Janë duke punuar me mënyrë të vazhdueshme dhe si redhoi dhe performancën e shohin njerëzit në rrugë. Pra, diskutimi për njerëzit ka të bëjë me performancën. Jam dakord që është diskutim që duhet bërë. Ama në qoftë se ne kemi 10.000 kilometra kanalizime, kullim vaditje, që është një funksion i ri, ne nuk mund t'i mbajmë me 4 veta. Parashikojnë punësimet të reja aktivistë. Megjithëse që keni eficient, më thoni pak, sa para po merrni nga ato 200 kioska që keni vendosur në gjithë Tiranën? Ajsa është
taksat e tarifat vendore për të marrë ato. Sepse keni vendosur 200 në vend duke bërë konkurrencë të pandershme bizneseve. Dhe pikërisht në këtë gjë duam dinë dhe kemi bërë dhe pyetje edhe më përpara. Për ato 200 kioska që keni vendosur, sepse njëherë u pastruan dhe pastaj u rivendosen. Çështja është aq sa që janë taksat e tarifat vendore. Të duhen shifra. Atëherë që ta përmbyllim pjesën e punësimeve, parashikoni në vendimin e fundit të Shtetit Bashkiak, ne nuk patëm vendim për punësime të reja, patëm një vendim për, ndoshta këtu e keni, patëm vendim për ristrukturimin e ndërmarrjes së konvikteve dhe për nivelin e pagave të tyre. Ka qenë shtesa e numrit të punonjësve ishte brenda buxhetit. Gjatë vitit kemi bërë her pas here dhe nuk dua të shtoj asgjë asaj që tha zoti Mazniku, sa i takon faktit që nuk është se sigurisht që ne duam punësohen sa më shumë njerëz, është edhe politika filozofike e një partie të majtë, por nuk është ky rasti i punësimeve të reja apo i shtesave në buxhet për stafe, ka të bëjë pikërisht për faktin se ka nevojë për njerëz të cilët duhet kryejnë shërbime. Por objektivat e punësimit nuk përmbushe duke kryer punësimin administrativ publike. Nuk e kemi në objektiv këtë, se kemi, nuk është në objektiv. Ajo që doja të thoja, për te nevoja imediate, nuk e kisha mbaruar nevojave imediate. Ne nuk e kemi fare në filozofin ton të zhvillimit ekonomik i cili nxit punësimin, faktin se do të punësojmë ne njerëzit. Përkundrazi, nuk e duam këtë model dhe është një model cilin e kemi refuzuar. Por ne duam të punësohen aq njerëz sa janë të nevojshëm për të kryer mirë për te nevojave imediate për të vendos bashkia dhe këshilli bashkiak, siç e kemi vendosur. Për te nevojave imediate, për te nevojave imediate, për vende pune në agjencitë të cilët janë sapo krijuar apo në funksione të deleguara sikur se përmendte zoti nënkryetar, është shumë e rëndësishme që të bëhet nëpërmjet riorganizimit të strukturës, duke mos shkaktuar vende shtesa të reja, duke shkaktuar kosto financiare. Shtuar kompetencat, ne flasim territor në administrim. Riorganizim do të thotë që brenda numrit total të punonjësve që ti ke, të mund ta riorganizosh në mënyrë që të përmbushësh dhe nevojat nga funksionet e reja të shtuara. Nëse keni sipërfaqe shumë të madhe dhe numër caktuar policësh bashkiak. Por fare mirë mund të shkurtojë shërbimin dhe me ata që kemë nuk ka problem. Problemi është që nuk të shalon të shërbimi që duan nuk më kuptuat. Fare mirë, për flas për riorganizim, flas për shkurtim të numrit punonjësve në agjenci të cilët mund t'i bëjmë më rentabël, më eficient, dhe përkatësisht të numër shtesë të shkurtuar nga një agjenci, ti mund të kalonte sikurse bëhet fjalë te policia bashkiake. Një gjë tjetër kisha. Nuk kalosh një ekonomist kontrolloi numër punonjësish. Në Petrel ka vetëm një policë bashkiak për gjithë territorin. Nga dëgjesat që unë bëj me qytetarët, edhe për buxhetin, edhe për çështjen e planit, model gjithmonë në zonat e fshatrave, fakti që nëse do të kemi policë bashkiak më shumë të pranishëm në komunitet, do të kemi parandalimin e shumë konflikteve, ose do të jetë ideja e ndjenjës që këtu ka monitoring territori. Po ju them, tani të shkurtohet Kështu lindin problemet dhe kështu analizohen çështjet. Se ato dëgjesat me qytetarët, më fal se janë të rëndësishme. Jo, pra ato funksionin që ka policia, më ne nuk merrem me krimin. Ato dëgjesat me qytetarët nuk janë që siç e konceptoni që hajde se bëm një material, kaloja qytetit, ta lexoj qytetit dhe nëse ka ndonjë gjë, jo, dëgjesat me qytetarët janë para se të bësh një material, para se të bësh një projekt vendim, ti dëgjosh dhe ti thuash çfarë merakësh është shqetësim në shkeni dhe duke marrë në pjesën e tretë e emisionit flasim sërish për njëra nga gjërat pra. Plani urbanistik është hartuar nga 30 ekspert, 15 të Bashkisë së Tiranës dhe 15 të tjerë të studios së arkitektit italian Stefano Boeri. Drejtori urbanistikës në bashki Joni Baboqi tregon disa nga detajet e draftit buliminoz, siç është ajo e kriterjeve të reja të ndërtimeve të parashikuara në zonën e rrugës së Dibrës, në bulevardin e ri, në ish stacionin e trenit dhe në shtëpitë e vjetra të pashfrytzueshme të qytetit. Pra ne tentojmë të intensifikojmë, të rrisim pak intensitetin e ndërtimit në ato hapësira ku ne kemi nevojë të ndërtohet, sepse nëpërmjet ndërtimit kemi mundësinë të hapim një rrugë, të zgjerojmë një rrugë pak më shumë, të le të themi të lirojmë një aks infrastrukture e kështu me radhë. Këtë nuk mund ta bëjmë sot me shpronësim. Është shumë e qartë, mjaft të shohim kostot për shembull që kemi patur tek Unaze e vogël, ku kosto e shpronësimit është disa herë më e lartë se kosto e investimit kapital.
Modeli ndërtimeve do t'jetë ai shumë katësh, por me volum të vogël në sipërfaqen e truallit. Një rregull shumë e rëndësishme që ne vendosim me këtë plan është një koeficient shfrytëzimi i truallit ose i parcelës që është 45%. Pra nëse juve keni 100 metra katror për zhvilluar, me ndërtim mund të zihet vetëm gjysma ose 45% e kësaj sipërfaqe. Kjo tregon që gjithë hapësira tjetër që është e jotja, i lirohet dhe vjen në funksion të publikut ose të hapësirës publike, të përdorimit publik. Nga ekspertët e bashkisë, ky konsiderohet plani Tiranës i 2030-s, me ndryshime të vogla që mund të bëhen çdo 5 vjet në përputhje me urbanizimin, që në Tiranën kryeqytet është i vrullshëm. Rikthehemi në studio. Zoti Mazniku, çfarë parashikon plani urbanistik i Tiranës, i cili për hir të vërtetës në Këshillin Bashkiak gjithashtu pati debate dhe akuzat forta nga opozita? Plani i ri urbanistik është së pari një plan integruar i të gjithë Bashkisë së Re Tiranës, pra i Bashkisë së Vjetër dhe 13 njësive administrative që bashkuan Tiranës, dhe krijon tashmë një lidhje integrale me gjithë këtyre zonave, çka nuk ekzistonte më parë. Planet e fragmentarizuara kishin krijuar kakofoni organizative dhe një çudi të madhe ku njësitë administrative kishin ngjitur me Tiranën, kishin krijuar zona ndërtimore të paplanifikuara, pavarësisht ato ishin të lidhura me Tiranën. Plani urbanistik e qartëson shpërndarjen e sipërfaqes në mënyrë shumë organike dhe shumë sistemuar, ndan qartësisht nëpërmjet një projekti shumë inovativ që është pylli orbital, ndan fizikisht zonën urbane, zonën qytetin me zonën periurbane dhe eventualisht me zonën rurale, ngushton masivisht zonën e ndërtueshme në zonën rurale, dhe duke fituar kështu shumë hapësirë bujqësore, shton në mënyrë shumë të madhe parkun e liçenit me 25 hektar shtesë, pra 250.000 metra të reja që shtojnë parkut liçenit. Krijon një koncept shumë të mirë të transportit publik brenda qytetit dhe lëvizshmërisë, duke krijuar 2 unaza të reja, të cilat unazën e dytë, e cila është mes unazës vogël dhe unazës tradicionale të qytetit, unazën e Karrit që është unazë e gjelbër, e cila ndodhet midis unazës tradicionale dhe unazës madhe, krijon një menaxhim shumë të mirë të zonës rurale, duke krijuar konceptin e qartë të zonave që duhet përdorur për bujqësi dhe një lidhje organike midis zonave bujqësore të rreth qytetit dhe ekonomisë qytetit. Pra, një zgjidhje për sa i përket çështjes së strehimit, me fokusin tek sektori ndërtimit, për sa i përket transportit, nëpërmjet investimeve në unaza, njëkohësisht një shtim i hapësirës së gjelbër që po e bëni edhe me krijimin e zonave bujqësore. Këto janë sektorët në të cilët ju keni në fokus. Ka fokus gjithashtu çështjen e ujit, ka çështjen e energjisë, ka një fokus shumë të madh plani tek shërbimet sociale në qytet, shtimi i shkollave, çerdheve, kopshteve dhe vendodhja e tyre dhe mënyra se si duhet të organizohen dhe sistemohen në qytet. Sjell në një fokus një debat të vjetër, që është debati i qytetit policentrik, por i pandodhur asnjëherë, duke krijuar specifikisht zonën dhe tipologjinë e zonave të Tiranës policentrike dhe secila prej qendrave 6 qendra të reja që shtojnë qytetit, duke krijuar nga një qytet me një qendër i cili gravitonte gjithë peshën e qytetit në 6 qendra që krijojnë një qytet balancuar, por dhe uli nevojën e qytetarëve për të lëvizur brenda këtij territori. Mjafton t'ju them edhe 2 shifra tjera të rëndësishme. Plani i mëparshëm i bashkisë presupozonte që në vetëm i bashkisë urbane në këtë zonë të kishte më shumë se sa 1.8 milion banor në periudhën e tij, ndërkohë që vetëm në këtë zonë intensiteti i ndërtimit është ulur me 20%. Pra teksa ne flasim për një qytet më intensiv në qendër, ky është prapë më pak intensiv se ai parashikuar nga plani i mëparshëm i zotit Basha me 20%. Ndërkohë që nëse ne shtonim në mënyrë matematike planin e Tiranës së mëparshme plus planet së cilës prej njësive të tjera rreth qark Tiranës, i binde që Tirana matematikisht do të ishte 4.6 milion banor sipas planeve ekzistuese, që është gjë e pamundur. Ndërkohë që plani i ri është shumë racional në hapësirën e shpërndarjes dhe në ritmet e rritjes që qyteti do të ketë. Atëherë, për sa i përket, megjithëse u krahasuam me planin e zotit Basha, për sa i përket planeve vendore të gjitha komunave të tjera, unë këtu nuk do të komentoj fare sepse s'kan lidhje me zotin Basha. Plani i zotit Basha ka një diferencë shumë të madhe, që zoti Basha parashikon ndërtimin e një qyteti të ri në veri të Tiranës aktuale. Pra pranë bregut Lumit aktual, pra një Tiranë të re me bulevardin e ri. Pra me periferitë të zhvilluara dhe jo me qendra. Pra qendra nuk do të kishte ndërtime të reja, por ndërtimet e reja do të ishin në zonën periferike veriore.
Ndërsa ky plan parashikon, thot qartë, një vertikalizim të qytetit, pra ndërtesat të larta, duke filluar nga qendra e Tiranës. Dhe në këtë aspekt unë jam mjaft i shqetësuar për çfarë do të bëhet me zona që sot janë në përdorim publik, pra po flas për zonën brapa Pallatit të Kulturës, sot ka një park, po flas për zonën midis rrugës Kavajës dhe rrugës Durrësit, kur sot është një hapësirë publike, gjithë njerëzit mund të kalojnë. Po flas për zonën në krah të policisë bashkiake në rrugën e Kavajës, para Pallatit me Shigjeta, që sot është një park. A do të qëndrojnë këto parqe apo do të shkatrojnë këto parqe? A do ketë më pak hapësira të gjelbërta dhe hapësira për qytetarët? Thuhet për pyllin orbital. Pylli orbital nuk është një ide e keqe në vetvete, por çështja është që pylli orbital ose është jashtë Tiranës, pra pylli orbital është në zonën e Dajtit, në zonën e Farkës, në zonat që rrethojnë Tiranën. Por qytetarët e Tiranës nuk kanë nevojë të marrin makinën të bëjnë 10 kilometra dhe pastaj të shkojnë në park. Kanë nevojë që qendrat e gjelbërta, sado të vogla, sado hapësira të ketë, të gjejnë sa më shumë afër banesave të tyre. Dy element. Jo, sa duhet i merr argumentat nga një. Se ka argumente dhe unë duhet përgjigjem. Dhe elementi tjetër është elementi që ka lidhje me transportin. Ky plan parashikohet deri në 2030. Deri në 2030 absolutisht duhet jetë e pranishme. Unë nuk them metropolitan në tokë se kushton shumë, por një tram të qyteti absolutisht është i nevojshëm. Sot për sot ai është jo fizibël sepse do kushtonte. Nuk e bët. Sepse dakord, duhet ta kishim bërë. Dhe çështja tjetër, por dikush na ka bllokuar për 1-2 vjet, por nuk dua të futem tek ajo pikë. Nuk ka mundësi të bëhet. Duar, pra, sepse bileta do të ishte €1. Por, nëse ne parashikojmë Shqipërinë pas 13 vjetësh, së paku njeritje ekonomike që do të dyfishonte mirëqenien do ishte. Dhe kjo gjë do të thotë që nëse qytetarët si dalin do të sot deri në 2030, do të mundet të dalin mban të përballonin shpenzimin për tramin. Tani, ata kanë projektet e tuaja, veta ju keni projektet tuaja. Timen po them, po them aty. Domosdoshmërisht pjesë e projektit. Po them timen pra. Okej, dakor. Nuk them domosdoshmërisht. Një plan të tyre në mund të them timen? Pra, sepse e di çfarë po ndodh, që do në këtë plan urbanistik parashikohet edhe heqja e një kursie. Që do jetë kursive dedikuar. Po ju hiqet makinave kjo kursi. Unë jam në favor të kursive dedikuara, por kur ti nuk ke tram, ke një kursi dedikuar dhe ke më pak hapësira për makina, kjo do të thotë rritje të trafikut, jo zvoglimi të trafikut. Kam një pyetje se desha ta bëj edhe djeg. Më lut, se nuk kur të bëhet trami, ai kursia do hiqet apo do hiqet? Elementi tjetër, po pra është kursi dedikuar pra zotëri. Po është dedikuar për tramin. Po. Po do dedikojmë autobusave, si nga pikëvështrimi i rrugës pak na është një gjë. Sepse kapaciteti i tramit është së paku të rden 4 fisha ditë të një autobusi. Pra kjo është çështje e gjithë. S'është kështu sepse ke njëta rrugë, shumë më thjesht problematikën, e cila ndërkohë që dotja do të ishte 0, kurse ajo të autobusave ka dotja 0 mund të realizohet me autobus, ndërkohë që ke njëta rrugë që e ke dedikuar mund të kalojnë 6 linja, jo vetëm një tram. Tani çështja tjetër është që pra jeshilluku mungon. Një element tjetër është që përse përket situatës së ujit pishën në Tiranë, ky plan nuk të sqaron, nuk të jep asnjë garancie që në vitin 2030 Tirana do ketë 24 orë ujë. Përkundrazi. Po s'mund ta bëj plani këtë gjë. Po duhet ta bëj plani këtë gjë. Po këtë çështjen e furnizimit 24 orë nuk mund ta bëj se. Pra duhet të thotë ata arkitektët e huaj përse përket ndërtimeve, që duhet të shpjegojmë sa do jetë diametri i tubit të ujit dhe çfarë cilësie do ketë uji brenda, nuk jam pyetje për urbanistë. Vetëm që shiko, po ashtu fol ti dhe ndaloj. Pra, çështja tjetër ose problematika tjetër i planit është që edhe këtu nuk kemi terminale multimodale të mirëfillta, por kemi vetëm disa stacione autobuzash. Kjo gjë e bën më pak të aksesueshëm qytetin nga jashtë Tirane dhe nga zonat tjera. Absolutisht në favor të unazave të reja. Tirana ka më shumë nevojë për rrugë, ka më shumë nevojë për infrastrukturë, por nga krau tjetër ka disa elemente që për mendimin tim janë problematike, që është analiza ekonomike. Ne kemi një mungesë totale të dhënash. Ore sa do kushtojnë këto infrastruktura? Kur do ndërtojnë këto infrastruktura? Kush do t'i paguajë këto infrastruktura? Dhe normalisht një plan pa një faturë financiare është pak e do të më pëlqente të thoja që është plani i dëshirave të mira. Por ku mungojnë lekët. Por në fakt nuk janë as të gjitha dëshirat që qytetarët e Tiranës kanë. Është një plan që ka dëshira mediokre, shumë pak që mundet të realizojnë, por ato para të nevojshme nuk thotë se ku do t'i gjej. Qartë, okej. Shiko, që t'i themi gjërat ashtu siç janë. Në fakt, ne me sa kuptuam në komisione ku ishim edhe bashkë her pas here, ky jo vetëm që nuk është një plan mediokër dhe ëndërrimtar, por ky është një plan me këmbë në tokë. Ky plan ka marrë në konsiderat potencialet ekzistuese dhe zhvillimore të qytetit dhe i ka përkthyer në një plan të bëshëm, të realizueshëm, të leverdisshëm. Të gjitha ato që po ngrihen këtu si pikpyetje janë jo vetëm të sqaruara qartë edhe të mirë menduara,
Por, mënyra se si e kundërshton planin Mateo, është sikur ne këtu po flasim për një projekt zbatimi ndërtimi. Në fakt, ne po flasim për një plan strategjik për zhvillimin e Tiranës. Dhe kur bën një plan strategjik, merr në konsiderat të gjitha ato resurse që ke, mundësitë e territorit, për ato potenciale që ka territori dhe i përkthen në zona të caktuara për banim, për zhvillim ekonomik, për zhvillim bujqësor, për shkolla, për çerdhe, duke i parë ato në përputhje me interesat e qytetarëve për shërbime, për jetë, për rekreacion. Ne këtu nuk po flasim për një, se ju thoni ku është fatura financiare. Nuk kemi një projekt zbatimi dhe themi sa na koston. Ne jemi para një projekti strategjik, para një plani strategjik, i cili në perspektiv vë piketat kryesore dhe ato, le të themi, standarde se si do t'jetë Tirana e sot e 30 viteve. Gjithsesi, për të bashkuar për diçka. Jo, më tepër për ta saktuar. Keni planifikuar, unë e kuptoj që ndoshta nuk keni një faturë të saktë, fatura financiare, por një buxhetin e këtij viti janë planifikuar disa pjesë të ardhurat e bashkisë apo keni planifikuar bashkëpunim me biznes, në se na thanë që jo të gjitha realizon. Nuk duhet vendosur fatura financiare. Vetëm një. Duhet vendosur. Duhet vendosur apo jo? Dhe është Absolutisht duhet vendosur. 5 vjet e para është. Edhe pikërisht mund ta kemi planin e ke, më vjen keq. Çdo plan i përgjithshëm, aq më tepër një dokument i tillë strategjik që të quhet i bëshëm, sikurse juve e përmendët, që të ketë jetë i besueshëm për të gjithë neve, për të gjithë aktorët interesi, qytetar apo dhe investitorë të ndryshëm, absolutisht do duhet të ketë një seksion bashkëlidhur që do duhet të argumentojë pikërisht kush janë projektet kryesore dhe si juve propozues e keni menduar që janë financuar. Dhe juve përmendët si do financohet? Do financohet me taksa të rritura, do financohet me kredit marrë nga bashkia, apo do financohet me partneritet publik-privat? Dhe i bie që secili prej tyre do duhet të jenë mënyrat e financimit, po cili prej këtyre projekteve do të ishte një projekt me interes për komunitetin e investitorëve që kemi në Shqipëri, që ata fare mirë ta dinë dhe të kuptojnë, ta të përgatisin vetveten, përgatisin kapacitetin e tyre financiar në mënyrë që të marrin përsipër ta konsiderojnë si një oportunitet. Ky informacion nuk është. Ai informacion është ai se mund të jetë një plan përgjithshëm strategjik. Dhe është shumë i detyruar se çdo plan i përgjithshëm vendor i bërë një herë më parë, apo se çdo plan i përgjithshëm vendor i bërë në një bashki gjykundi në Shqipëri. Padyshim që plani ka një nevojë që të ketë një vlerësim financiar, po një pjesë e madhe e zhvillimeve që ndodhin, janë zhvillime të cilat ndodhin nga sektori privat. Pra, gjëja që ndryshuam ne fjala që bie në bulevardin e ri, është që nga një bulevard i cili ishte i gjithë i ndërtuar, do të ketë një park të madh qendror, një park i cili është 6 herë sa që është parku Rinia, i cili do të jetë në qendër të saj, duke ndryshuar rrënjësisht llojin e zhvillimit të zonës. Pra një zonë e cila do bëni parkun e Paskuqanit. Ishte e cila ishte po s'është Paskuqan. Pra po sepse vetë bët reformën territoriale për ta prerë dhe tani s'keni. Do ishte shumë e çuditshme që të vinim me një kërkesë për të bërë parkun e Paskuqanit në që është një bashki tjetër. Sepse vetë keni bërë reformën territoriale dhe tani keni thënë jo nuk mund ta shtojmë dot në Tiranë sepse nuk është më. Një gjë që është shumë e rëndësishme për të thënë në këtë çështje është që plani i ri ka 2-3 parashikime shumë interesante për sa i përket një ndër probleme më të mëdha që bashkia ka pasur për sa i përket pjesës së ndërtimit rrugëve. Sa për referencë, kostoja e shpërndësimeve për unazën e vogël, ish ndërtesa Insigu të ndërtesa të tjera mbrapa, kanë qenë 3 apo 4 herë sa që ka qenë kostoja e bërjes rrugës vetë, e investimit rrugës. Ndërkohë që plani i ri nërmjet lëvizjes e intensiteteve dhe ndrymit të llojit të menaxhimit tokës, krijon mundësinë që neve të gjitha ose pjesën më të madhe të akseve të reja të rrugëve që të hapen, të mos hapen nëpërmjet mekanizmit të pronësimit, por hapen nëpërmjet mekanizmit të dhënies së këtyre intensiteteve në zhvillimet ngjitur rrugës. Dhe pjesa e rëndësishme për të thënë është kjo. Plani i përgjithshëm i Zollit Basha për Tiranën parashikonte 1.6 milion banor, me të njëjtin koeficient metra katror për njëri. Plani jon parashikon 1.2 milion. Nuk është njëjti numër vitesh. Nëse ti e kishe deri në 2030, ai ishte për 50 vjet. Jo, 15 vjet është plani. Ishte një plan shumë i gjerë, planuar në kohë. Plani është me ti e bën, pra natyrisht ai plani është me ligj. I njëjti qytet është me njëjtë intensitet. Po, mafat gjatë. Ky është 1.2 milion banor, pra është 33% më pak, që do thotë volumi total i ndërtimeve në Tiranë është 33% më pak se ai Zollit Basha.
Ama çdo të thotë pra nuk qëndron akuza për më shumë ndërtime. Nuk e ke për lajtë të reja, e ke në qëndër të po flasë për gjithë Tiranë, vinë e verë Tiranës. Po flasë për vinë e verë Tiranës. Por ama, çdo të thotë një Tiranë e cila rritet më lartë. Do të thotë që duke rritur potencialisht nivelin e katëve, për të njëjtin volum ndërtimi, lirojmë shumë herë më shumë hapësirë të gjelbër poshtë, që do thotë, në qoftë se neve duam ndërtojmë 1000 metra katror, në 1000 metra katror, atëherë kemi një katë. Në qoftë se ne bëjmë 2 kate, atëherë kemi 500 metra një katë, 500 metra katë dhe 500 lejmë të lira. Ku e keni bazuar për këtë model? Ku e keni bazuar për këtë model? Gjëja që ka ndodhur është që koeficienti i shfrytëzimit territorit në planin e Zotit Basha ishte 50%, plani i ri e ka koeficient shfrytëzimit territorit në gjithë territorin 45%. Dhe ka incentiva, ka një model të tillë në një kryeqytet tjetër që ka ndërtesa të larta në qendër jo të larta, po flasim të larta, nuk flasim për 35, jo. Qyteti Lëviz nga 8 në 9. Pra, lëvizja mesatare, gjëja që ndodhë është që neve kryojmë mundësin 9 dhe 10 dhe 11, po dërke kjo nivel lëviz. Por ama, gjithë kjo lëvizje sillet me një rregull, duke zvogluar në secilin për rasteve njollur në tokë, pra duke krijuar më shumë hapësirë për rrugë, për gjelbrim, për hapësira publike poshtë. Ku jeni bazuar në katëve të tjera që kanë këtë model? Kjo është logjika bazike e menaxhimit të mirë të sipërfaqes tokës. Pra logjika është falër ka gjithë vendet e Evropës në punë. Kështu e kanë krijuar lirimin e hapësirës publike, veçanërisht një zonë e cila neve e kishim zënë hapësirën publike në nivele 78%. Pra tipikisht në zonat e pazhvilluara, në zonat e pazhvilluara të qytetit me shtëpia të vogla, 1 katëshe, 2 katëshe, 3 katëshe, shtëpia të zejnë në pjesë madhe të rasteve 100% tokës, pra e ka 100 metra katror, ka ndërtuar që katror. Patjetër, të jetosh në një lagje me vila 2-3 katëshe, të kesh me shpiqerpiçi po flasim. Po flasim me shtëpi po le të bëjmë shpiqerpiçi. Doja ishni një sistem gjithë zonën muzeale dhe aty do bëjë batërdi. Megjithatë pyetja themelore çështën e banesave se kam lobuar kaq shumë, kam qenë një nga këshilltarët që kam kërkuar që banorët e një sistet apo njësive të tjera në qendra të tjera. Problemi është që rindërtimi, po s'ka kryer vlerë po ta shpjegoj unë nuk është kështu, pra e ke kuptuar gabim. Shumë të lartë. Po sa vlerë ekonomike. Do ta shikoj njerëz që do jetë bërë dëm, pastaj gjithë do bënë ja kush bërë tani. Nuk është fare dëm, përkundrazi është kaq e mirë menduar sa kur të bëhet do thuash vërtet, që ka shumë mirë dhe ti vet. Jam i ditur. Sa i takon sepse më intereson kjo çështje, sepse kam qenë një nga ato përfaqësues në Këshill Bashkiak që kam lobuar që shtëpitë e vjetra që janë me çerpiç, sigurisht jo që të hiqet kjo gjë, sepse nuk mund të jemi kaq profan, të heqësh statusin e zonës muzeale nuk është kompetencë e bashkisë, është e një organi tjetër shtetëror, dhe ata e hoqën. Unë kam qenë një nga ato këshilltarë që së bashku me stafin e bashkisë kemi kërkuar në konsultimet me arkitektët e planit që në zonat ku ka shtëpi qerpiçi të vjetra të filloj mundësia e rizhvillimit të tyre. Qofshin to për banesa familjare, po nuk mund të restauron. Ore, ke parë në një shtëpi qerpiçi tjetër Tiranë sa ti çfarë gjendje ka sot? Restaurim nuk kupton që mund të të ndryshohet lloji materiali do të thotë rrush bazë. Shtëpia qerpiçi do të thotë është baltë, më baltë, shtull baltë, dhe nuk ke që restauron. Po shkruan vlerë ekonomike. Që ta mbaroj se kjo intereson qytetarët. Është zonë historike, atëherë po i fusim 5 katë shtesë. Kudo ku ka shtëpia të cilat nuk kanë vlerë ekonomike, rizhvillimi në çdo vend të botës është mekanizëm krijimi vlerë ekonomike. Çfarë është rizhvillimi? Rizhvillimi do të thotë që ti të marrësh një zonë e cila është 5.000 metra katror dhe në cilën ka 25 shtëpia të vogla, pa rrugë, pa ujë, me në gjendje të rënduar ekonomike, ti japësh këtyre njerëzve një apartament më të madh se ky që kanë, me cilësit moderne banimi, jo para 100 vjetësh, me ujë, me vend parkimi, me rrugë, me kopësht, me çerdhe, dhe të kenë mundësi që të kryosh dhe vlerë shtuar ekonomike për qytetin. Ky është rizhvillimi. Ka zonat të mbyllura si që pjesët e vjetra dhe qyteteve italiane, të cilat nuk kanë ndërtuar gradacela në vend të atyre shtëpirat të vjetra, i kanë restauruar, i kanë bërë qendër për turizëm, i kanë bërë qendër për lokale, kështu me radhë. Jo, sa të shpjegoj kjo është një alternativë zhvillimi. Jo, patjetër. Kjo është arkitektura vjetër e Tiranës. Të shpjegoj, të shpjegoj diçka që është e thjeshtë. Plani urbanistik i qytetit nuk detyron askënd të zhvillojë.
Pra, në qoftë se njerëzit që jetojnë në një zonë caktuar, gjykojnë që mënyra më e mirë e jetesës tyre është ajo që kanë sot, apo duan që shtëpinë që kanë një kaç me qelpit ta prishin e ta bëjnë 2 kaç me pulla, kanë të drejtë ta bëjnë këtë gjë. Pra, nuk detyron njëri plani të bëjë zhvillim. Ti po thua që nëse një banor i Tiranës në vend të një shtëpi një kaçe do apartamente dhe një pallat 12 kaç le ta bëj. Plani lejon mundësin njerëzve, të zhvillojnë. Por ama plani nuk detyron askënd, pra nëse ka një lagje diku që njerëzit janë të lumtur duke jetuar me shtëpitë e tyre, me vila, jo më shpërthime, nuk të lejon ligjet për shpërthime të detyruara. Plani lejon mundësin që në qoftë se ata njerëz gjykojnë që duan të zhvillojnë. Janë në varfëri, çfarë do bëjmë? Në vend që t'i ndihmojnë duke e reaktivizuar atë lagje me projekte të ndryshme, çfarë po bëjmë? Po japin lirinë që ndërtojnë pallate shumë kaçe. Ndërtimi i banesave me kaçe shtesë prish qendrën historike të Tiranës, për aq pak sa ka ngel fatkeqësisht. Dole ke argument që thash më parë, që është koncepti i krijimit i vlerës socio-ekonomike. Në qoftë se kemi njëri i cili është i varfër dhe jeton në varfëri, dhe ne pas kemi mënyrë se si dhe ky të bëhet më i pasur, po dhe qyteti zhvillohet, po edhe hapësira të lirohet, atëherë kjo është një gjë që duhet ndodhë. Do ishte pa logjikshme që mos ndodhte. Zëna Ferrati, lutem, shtyllëm edhe hapësirën e shkatrimi historisë qytetit, s'ka ndonjë gjë. Po flas edhe një herë që ta kuptojnë për shtëpitë e Qerpiçit dhe që ta dinë, Mateo se din nga shtëpia e Qerpiçit do të tull balte, e cila maksimumi janë 110-130 montri, tani po i zën brenda qytetarët. Sa ka të tilla? Sa ka të tilla? Po ke lagjen ke njësia 8, e ke kërkesë kryesore të qytetarëve gjatë dëgjesave publike. Një pjesë e madhe njësisë 7 është njësoj, një pjesë e madhe njësisë 1, njësisë 2 është një dhe një. Nuk rrezikoni të haseni në kundërshtim me qytetarët. Kundër renovimit të këtyre shtëpive dhe me tulla, dakor? Çështja që ne këtu po propozojmë është shkatrimi i asaj shtëpie me ndërtimin e godinave shumë kaçe. Jo, pra s'ka lidhje me këtë, po themi, u kemi dhënë mundësinë qytetarëve me një plan të ri të mirë studiuar, duke u dëgjuar shqetësimin që kishin, që të kenë mundësinë ose të ndërtojnë shtëpinë nga e para dhe të marrin një leje që për herë të parë në historinë e kësaj bashkie nuk do të kalojmë në 100 procedura që kishte administrata tjetër, por ai që vjen për ndërtuar një shtëpi për banesë vetjake ka vetëm aplikim me një fazë. Paraqet dokumentacionin, merr lejen nëse ruan standardet dhe përdor më shumë hapësirë publike për qëllime të tjera dhe përdor më pak njollë sipërfaqe për shtëpinë e vet. Po të duan të bashkohen së bashku disa pronarë të bëjnë një ndërtim, sa më pak ta kenë njollën poshtë, aq më shumë mund triten, por kjo nuk do të ndryshojë shumatoren e metrave katror të ndërtimit, që mund t'i lejohet në një ndërtim me bazë më të gjerë dhe me kate më pak, se sa në një ndërtim me bazë më të ngushtë dhe me largësi më të madhe. Pra, shumatoria është njësoj. Nuk është një lagje të re, si Izberishtin në vend të Tiranës të vjetër, më kupton fare, sepse një sipërfaqe njolle më e ngushtë, të rrit distancën midis objekteve, të shton hapësirën publike poshtë, që mund bësh një park lodrash, që të kesh mundësi për zhvillim biznesi, për fëmijët, për të moshuarit, mund të bësh. Bëni 300 parë që ku ta gjesh, unë po të them që ti ke një pjesë të vjetër të qytetit, që nevojitet për restaurim, dhe në vend të asaj duhet pallate. Restaurimi janë zonat historike në planin vendor, që ke të qarta. Dini ditë në këmbë ke njësia 8. Po kam dalë më Jo, dini ditë në këmbë njësia 8. Në pash atje ndërtesa, që tua që kjo ndërtesa këtu është ndërtesë duhet ta mbrojmë se është një rëndësi historike. Pra ato ndërtesa tipike të vogla, të cilat janë mbrojtura, mbeten mbrojtura. Po ama, njësia 8 është njësia cila, jo me po ta them sinqerisht, po të shkosh ta shohësh, ato janë shtëpia të cilat janë të ndërtuara nga vitet 30-40. Shtoj dhomë, shtoj dritare, hiqi dritare, shtoj gjysmëkati, shtoj një gjësht. Pra, ato nuk janë vlerë historike për qytetin. Ato janë vlerë historike për qytetin, ato patjetër që të ruhen. Por njësia 8 e gjitha nuk është vlerë për qytetin. Njësia 2, njësia 7, që ka shtëpia të cilat janë ndërtuara pasi plan, pasi organizim, njëra shef lindje, tjetra perëndim, njëra ka një katë njëra ka më pak. Gjëna Çela, para se të kalojmë publicitet. Janë ulje rrënjësore, se si se të vazhdojmë sepse ajo që do doja të shtoja unë, duhet jemi të sinqertë, që do ketë shpronësime, do ketë shpronësime. Kjo nuk diskutohet. Megjithatë ato projekte investimesh të cilët janë parashikuar në planin ruaj, absolutisht do ketë shpronësime. Do ketë pronazë
unazën e dytë, për unazën e katërt, për qendrat komunitare, sikurse juve përmendni dhe në qoftë se juve nuk i parashikoni vlerën e këtyre shpronësimeve që do bëhet, çfarë garancie jepni juve qytetarët që do shpronësohen përkatësisht akti që do kryhet? Kemi raste konkrete, sikurse kemi te stacioni i trenit, familje të cilët nuk janë shpronësuar ende. Jo, s'është. Plani i ri urbanistik krijon një alternativë të re për te shpronësimit, që është alternativa e transferimit të drejtës zhvillimore. Që do të thotë, ne do t'i japim çdo qytetari ku ne kemi një projekt publik, dy opsione. Shpronësimi është opsioni i parë, opsioni tjetër është që e të drejtat e tij potenciale zhvillimore, pra intensiteti i mundshëm që ai mund të ndërtojë në banesën, në tokën që ai ose shtëpinë që ai ka, mund të transferohet në një zhvillim tjetër alternativ në qytet. Dhe kjo do të jetë një zgjedhje që qytetari mund të bëjë. Preferon shpronësimin, pra plani do të bëhet, rruga do të bëhet. Problemi është se nuk e keni parashikuar sa do jenë të shpronësime. Dhe në këto kushte nuk ka garanci për qytetarin që të shpronësohen. Nuk e parashikojmë do të sajnë shpronësime. Mendoni se mund të ketë kosto sociale, sepse ti mund të zhvendosësh një qytetar që është në qendër Tiranës ka shtëpinë dhe pastaj e kalon dhe i thua ti jap mundsinë ose këtë shpronësim që ka vlerë tregu ose të çojë në Kashar. Jo, nuk i them unë që nuk është kjo ideja. Nuk është ideja. Ai ka drejtën ta zgjedhë vetë se si të japi dikujt për ta zhvilluar diku tjetër. Pra, ai ka dy alternativa. Alternativa parë ka qenë tradicionale, pra rruga mënyra se si. Alternativa parë është shtetia, ai ka të drejtë të shpronësohet. Ti këtë të duhet ta garantosh, jo të japësh opsionin për ta transferuar dikujt tjetër. Jo, dhe do ta ketë garantuar. Sa herë, por ama për sa kohë që ne kemi mundësi që të krijojmë një mekanizëm alternativ, atëherë ky mekanizëm alternativ na sjell një dobi shumë më të madhe. Patjetër që në secilin prej shpronësimeve ne do ta bëjmë do t'i shtrim këmbët aq sa kemi organin, që thotë do bëjmë aq shpronësime dhe aq investime saqë janë mundësit të cilat duhet thënë janë si vjet 4 herë më të mëdha se që një vit e gjysmë më parë. Një aftësirë publicitare do të rikthehemi pjesën e fundit të emisionit. Në minutat e mbetura do të diskutojmë sërish për planin urbanistik. Rikthehemi në studio në këto minuta të mbetura, flasim për planin urbanistik Tiranës. Po zonja Çela, çështja e shpronësimeve. Për shpronësimet sikurse folëm, është shumë e rëndësishme që të garantohet qytetarit që do shpronësohet për kundrejt pronës së tij. Absolutisht mekanizma të tjerë plotësues shumë mirë që janë, por është kryesore që duhet garantuar kjo është ligjore, sepse është qeveria që nxjerr çmimin e shpronësimit. Ajo që do të vazhdojë argumentin është pikërisht kjo tjetra, domethënë për që lidhet pikërisht me mungesën e faturës financiare, se flasin për projekte të cilët ndonjëherë të vërtetën, duke diskutuar me ekspertë të fushës, duken si fantashencë. Të themi centralet i biogazit. Çfarë kapacitetesh ka vërtet për t'i bërë këto centrale eficiente? Dhe në këto kuptim është shumë e rëndësishme të gjitha ato propozimet që juve keni parashtruar. Janë realisht të menduara mirë, janë realisht fizibël, eficient. Me thënë, kjo është shumë e rëndësishme që lidhet pikërisht me ato që do duhet ishim parashikuar ato lloj projekte për të cilat do kishte një lloj analize, studimi fizibiliteti përkatësisht. Se dua të pyes pak zoti wind farms për fermat e erës, se një gjë. Unë kam pyetur këto ekspertët që punuan për planin dhe në fakt këtë idenë e faturës financiare, siç e ngritëm dhe në për komisione, sqaruan shumë qartë që vërtet jemi para një planifikimi strategjik dhe një faturë financiare për vitet e para, patjetër që është, por nuk mund të kesh një faturë financiare deri për 15 vite, sepse gjërat ndryshojnë dhe ju jeni e fushës, të kuptoni që nuk mund të bësh një planifikim kaq afatgjat financiar. Po të shohim buxhetin e këtij viti, plani fillon buxhetohet që këtë vit, që në hapat e parë. Në këtë plan ne kemi fond për shpronësime shkollash, kemi fond për pyllin orbital, kemi fond 2017. Jo, e ke 3 vjeçar fondin, pra e ke 3 vjeçar fondin e shpronësimit, 2017 ishte 0. E ke të parashikuar ama në planin, sepse buxheti që na vjen është 3 vjeçar. Zoti Mazniku, me interes. Pra e kemi të buxhetuar që këtë vit orientimi i investimeve që do bëhet përveçse të planit. Që ka bashkia me prioritete. Çështja e trafikut është ajo e cila intereson më shumë, le të themi, banorëve të kryeqytetit, cilët edhe për shkak të kantierave të hapura, të investimeve, tashmë po përballen pothuajse në çdo orë të ditës së natës me trafik. Si është menduar zgjidhjet në planin urbanistik? Plani urbanistik janë 2 elementë kryesorë të cilët do të balancojnë, ose 3 në fakt, të cilët balancojnë eventualisht trafikun. Elementi i parë është gjithë krijimi i shtimit unazave, të cilat do të inkurajojnë në vend të transportit vertikal i cili vjen drejt qendrës, transportin radial në formë në për unaza dhe lëvizjen nga një zonë qytetit mbi unazave. Dhe kjo është një element i cili e zbut një pjesë të transportit. Pjesa e dytë, e cili përmirëson eventualisht transportin, është koncepti i qytetit policentrik.
si rridoj fakt që ne kemi vetëm një qendër, i gjithë trafiku dhe lëvizja e qytetarëve për shërbime, për çështje vjen drejt qendrës kryesore. Krijimi i mundësisë njerëzve për të marrë shërbime publike, për të pasur aktivitet ekonomik, social, kulturor, arsimor në secilin prej poleve të qytetit, do të thotë që nevoja për lëvizje do të jetë tani më jo nga gjithë Tirana drejt qendrës, po nga nën zona drejt qendrave të tyre të vogla, duke balancuar kështu transportin brenda qytetit. Elementi i tretë i cili propozohet për transportin është fokusimi tek multimodaliteti, që do të thotë nga një transport i cili sot bëhet kryesisht me autobus, por pa kursi dedikuar, dhe me mjete private të transportit, propozohet që ne të shtojmë e para linjat e biçikletave dhe një Tirana është qytet ekselent për të lëvizur me biçikletë, është me kohë të mirë një pjesë të madhe të ditëve, nuk është shumë vap apo shumë ftohtë, dhe është i sheshtë. Dhe duke krijuar korsitë e biçikletave, do të shtojmë volumin e njerëzve që lëvizin në qytet me biçikletë, duke krijuar linja dedikuara të autobusëve, do të përmirësojmë në mënyrë rrjedhësore shërbimin e transportit publik, duke bërë kështu që të lëvizin më shumë njerëz me transport publik sesa me transport privat. Çështja e transportit privat është një çështje e cila do të mbetet një çështje problematike për qytetin e Tiranës, pasi qyteti nuk është ndërtuar për të pasur shumë makina. Dhe për më shumë... Dhe nuk jep zgjidhje as për plan urbanistik? Jo, ja këto janë zgjidhjet që janë. Dakor, por që edhe në të ardhmen nuk është se mund të kemi luksin që ta përdorim makinën, në rast se kemi mundësi ta bëjmë. Jo, luksin mund ta keni, por do të prisin trafikun. Duke shëtuar nga ka si lukse kemi dhe që tani. Që të vazhdoj të ketë trafik. Unë mundet të gjykoj nga çfarë është bërë deri tani, sepse në teori plani mundet të ketë shumë elemente pozitive. Përshëndes rimarrjen e çështjes së unazave dhe ndërtimin e tyre që ishte edhe te plani i kaluar në fakt. Por ka një gjë, aktualisht çfarë është bërë? Është bërë unazë vogël. Unazë vogël si infrastrukturë sot ka shumë probleme dhe imagjinoni do jetë po kjo deri në 2030-ën. Nga çfarë ka thënë Bashkia. Është një infrastrukturë e cila ka 4 korsi pas muzeut kombëtar, bëhen 3 pas Bankës së Shqipërisë dhe bëhen 2 korsi përpara bashkisë. Pra, kjo nuk është një infrastrukturë që zgjidh, por një infrastrukturë që krijon premisa për trafik shtesë, sidomos aty ku ngushtohet. Dhe imagjinoni pak deri në 2030-ën qytetarët e Tiranës që para bashkisë të krijojnë gjithmonë ato radhë pafund deri është lëvizje përkohshme. Pra, së unazës kanon para bashkisë. Hapur nga ana e drejtorit të juaj të urbanistikës që deri në vitin 2030 nuk parashikojnë ndryshime. Nëse po ma korrigjoni shumë mirë, pastaj do ma shpjegoni se ku do kaloj, sepse me sa më rezulton mua, edhe rruga tjetër që është financuar me projektet e BE-s, nga projekti BE-s, ka një lloj, si të themi, tendence për të mos rregulluar ose për mos të zgjeruar për të dy korsive. Pra, realisht nuk shikoj se ku ka hapësirë që kjo unazë vogël të bëhet ashtu siç duhet. Por, nëse bëhet me 4 korsi në çdo krah, jam shumë në rregull, do i bëj komplimente. Por aktualisht ne kemi situatë ku kemi 2 korsi në një krah, 4 në një tjetër, 3 në një, pra dhe ku krijohet në fakt një mishmash që u rregullua pjesërisht nga shoqëria Skënderbej dhe tani u mbyll. Çështja tjetër ka lidhje me transportin në përgjithësi, sepse unë po shikoj që realisht këtu do kemi probleme shtesë përse përket trafikut. Sa më shumë do kalojnë vitet, aq më shumë. Nuk mundet të detyrojmë njerëzit të bëjnë atë që nuk duan. Pra, duhet të them që duhet që lejuar që njerëzit të krijojnë sa më shumë alternativa, të kemi sa më shumë alternativa. Por në fundit kemi parasysh biçikletat, autobusët dhe makinat, çfarë do lloj forme transporti tek ato rrugë kalojnë. Nëse ne nuk kemi rrugë shtesë aty ku nevojitet, pra pranë qendrës së qytetit Tiranës, atëherë trafiku thjesht dhe vetëm do rëndohet pavarësisht nga mjeti që ti do marrësh. Elementi i dytë, sepse ky është shqetësimi më i madh dhe përfundimtar, është ku do ndërtohet. Ne nuk duam që të ndërtohen kulla supergjigante në qendër që do ta bllokosin edhe më tej trafikun, do ta bllokojnë edhe më tej Tiranën dhe frika jonë është pikërisht kjo. Një Ferrati. Nëse ky plan merr në nevojë gjithë kërkesat e qytetarëve dhe vën në balancë territorin që kemi me nevojat e tyre. E keni konsultuar me të se nuk me qytetarët, keni bërë këto konsultimet publike? Ligji parashikon në mënyrë të detyrueshme dëgjesat me qytetarët sa i takon planit. Në fakt ligji parashikon të detyrueshme hartimi i një plani të tillë në fakt zbatohet në 3 faza. Gjatë zbatimit të këtyre 3 fazave duhen dëgjuar qytetarët 2 herë në forume publike të detyrueshme. Pra janë njohur, me thënë keni marrë parasysh, keni reflektuar lidhur me shqetësimet që ata mund të kenë? Ju jeni media, keni ndjekur punën e bashkisë vazhdimisht, mjafton të
ktheni arkivin dhe të shikoni që kanë qenë të paktën 3 vende. Që po sa janë reflektuar, sepse mund zhvillosh takime, por janë dhënë si ditë e planit, kështu që realisht me plan të bërë. Këtë do shpjegoj. Pra janë bërë nga 2 që parashikon të detyrueshme janë bërë 3 dëgjesa publike, përveç kësaj janë bërë rreth 100 takime me grupe interesi, arkitekt, shoqata real estate. Janë reflektuar shqetësimet e tyre? Të gjitha shqetësimet e tyre janë marrë në konsiderat, janë analizuar ka raporte të tëra të ekspertëve që analizojnë kërkesat e qytetarëve për karshi burimeve që kemi dhe planit vetëm një gjë dhe pastaj. Dhe 5 ditë para, ta shpjegoj pak këtë. 5 ditë para që thot zoti Mateo është njoftuar, nuk është njoftuar publiku 5 ditë para, sepse nuk duhet nga koncepti i dëgjesës së publikut. Më lejo të them se çfarë është njoftuar 5 ditë para. Jo, a mund ta them unë dhe pastaj thuajtë. Versioni përfundimtar i planit me CD. Pra, versioni përfundimtar i planit me CD është hedhur. Po konkretisht çfarë do bëhet me tokën e tyre? Nuk është e vërtetë. Atë Zefera, lutem se dhe zonjën që la minutat e fundit. Përfundoni nga është totalisht ka një regjistër, ka një regjistër të integruar. Vetëm zonja të Arbëris kam komo. Ka një regjistër të integruar të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit Territorit. Sipas ligjit është i detyruar një plan vendor, mbasi mbaron këtë planin e dëgjesave të hidhet atje. Është hedhur që në nëntor të 2016. Regjistri që në fakt i ka përmbajtur të gjitha aktet vetëm pas ditës së hënë, datës 26. Ai regjistër dhe ka një faqe të 030 e Bashkisë Tiranës që ka qenë në nëntor. Do të vetë një gjë që ka qenë keq kuptim publik. Plani mbetet draft dhe konsultohet derisa bëhet final. Që do thotë patjetër që planin finale kanë marrë para 5 ditësh, sepse çdo version para 5 ditësh ishte një draft që konsultohej që publikut. Në moment caktuar mbaron konsultimi, bëhet finali jo vetëm me opozitën, por me të gjithë aktorët e interesit do duhet të ketë raporte që të dëshmojnë ishte draft që të dëshmojnë pikërisht këtë lloj konsulte dhe sikurse të gjitha vretet dhe sipas reflektimeve. Është shumë e rëndësishme fjalia e fundit për efekt transparence dhe që lidhet pikërisht me atë argumentin të cilën parashtroni pak më përpara për aspektin ekonomik financiar, për të gjithë komunitetin e bizneseve, investitorëve brenda dhe jashtë, është shumë e rëndësishme që të dihet kush janë projektet të cilët duhet të nderohen në vijim. Për të shmangur pikërisht atë lloj prokurimi drejt për drejt apo koncesioneve me ofertë pa kërkuar, do duhet kemi një garë të mirëfillt për të përmbushur të gjitha këto lloj projekte objektesh. 3 vjet buxhete, listën e 3 vjetëve të ardhshme janë tashmë në plan. Pra, PBA-ja ka 3 vjet të ardhshme të projektet të flas për projektet të cilat ju parashtroni. Të dashur miq, kemi folur për Bashkinë e Tiranës si do të funksionojë gjatë vitit 2017, duke pasur parasysh se buxheti tashmë është funksional së bashku me taksat dhe tatimet përcaktuara, ato që do të paguajmë të gjithë banorët e kryeqytetit, gjithashtu për planin urbanistik i konsideruar kushtetuta e 2 dekadave të ardhshme nga drejtuesi i Bashkisë Tiranës. Falenderoj zonjën Çela, zotin Mateo Spau, zonjën Ferhati, Arbër Maznikun. Ju rikujtoj ritransmetimin e këtij emisioni nesër në Channel në orën 13, ditën e shtunë në televizionin Ora News në orën 14. Bashkë do të shihemi nesër sërish në rubrikën ekonomike Para dhe Pasuri në orën 15. Natën e mirë.